Ajo rrezikon arsimimin e saj dhe të ardhmen e nënës së saj për të shpëtuar një djalë të plagosur, pa e ditur të vërtetën që fshihej. Para se dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Shiu binte fort mbi dritaret e korridorit të zbrazët, duke krijuar një tingull ritmik që i honte nëpër muret e shkollës më prestigjioze të kryeqytetit. Elena u ul në një stol të konsumuar pranë zhveshtores së djembe, me fletoren e saj të historisë hapur në preher, duke u përpjekur të memorizonte datat e luftës së Koresë. Gishtat e saj ndiqnin rreshtat e tekstit ndërsa murmuriste qetësisht, duke përsëritur faktet si një lutje. Nëntori gjithmonë sillte këtë melankoli, këtë ndjenjë se gjithçka ishte gati të ndryshonte, megjithse asgjë nuk ndryshonte kur vërtet. Në moshën 16 vjeçare, Elena e dinte mirë vendin e saj në atë univers privilegjesh. Ajo ishte vajza e Rozës, shefes së pastrimit që sigurohej që çdo centimetër i asaj shkolle të shkëlqente si i ri. Bursa e studimit që i lejonte praninë e saj atje ishte një mirësjellje e brisht, një favor që mund të revokohej në çdo gabim të vogël. Ajo kishte mësuar herët të ishte e padukshme, të mbante kokën ulur dhe syt fiksuar në fletoret e saj, kur në fytyrat indiferente të fëmijëve të elitës që qarkullonin nëpër korridore sikur të ishin pronar të botës. Uniforma që vishte ishte e patëmet, por Elena e dinte se ekzistonte një ndryshim i holl mes saj dhe atyre të nxënësve të tjerë. Pëlhura ishte pak më e ashpër, qepjet më pak të rafinuara. Ishte një uniform bursisteje, dhe të gjithë e dinin këtë pa pasur nevojë të thoshin asnjë fjalë. Flokët e saj biond ishin kapur në një bisht të thjesht kali, pa aksesoret e shtrenjtë që zbukuronin kokat e vajzave të tjera. Ajo nuk e kishte problem. Ose të paktën kështu i thoshte vetes çdo mëngjes, kur kalonte portat e shkollës dhe ndjente peshën e shikimeve gjykuese. Zëri i gjyshit Pjetër i jehonte në mendje ndërsa studionte. Ai kishte qenë një burr i ashpër, i shënuar nga lufta dhe dekadat e punës së rëndë që pasuan. Para se të ndahej nga jeta, 3 vjet më parë, ai gjithmonë përsëriste të njëjtat fjalë, mbaje kokën ulur dhe syt hapur. Vëzhgoj gjithçka, por mos u përfshi. Vendi yt nuk është mes tyre. Elena i mbante këto fjalë si një mantra, një mbrojtje kundër padrejtësive të përditshme që dëshmonte. Korridori ishte i heshtur atë pasdite me shi. Shumica e nxënësve tashmë ishin larguar, të marrë nga shofer me makina të importuara që vlenin më shumë se shtëpia e saj. Vetëm disa kishin mbetur, të mbledhur në grupe të vogla në skajin tjetër të korridorit, të zhytur në telefonat e tyre të shtrenjtë. Elena priste me durim nënën e saj, e cila po përfundonte pastrimin e sektorit administrativ. Ishte një rutinë që ajo e njihte mirë, kjo pritje e vetmuar në stola të pakëndshëm, e rrethuar nga një luks që nuk do të ishte kurrë i saj. Ishte atëherë kur zhurma e çuditshme erdhi nga zhveshtoria e djembe. Një goditje metalike e ndjekur nga një zhurmë e shurdhër që bëri Elenën të ngrinte syt nga fletoria. Ajo qëndroi e palvizur, e vëmendshme, duke pritur ndonjë tingull tjetër. Për një moment ishte vetëm heshtje. Pastaj një rënkim i ulët dhe i mbytur kaloi derën e rëndë të zhveshtores. Nuk ishte një tingull loje apo dikush që shtirej. Ishte dhimbje reale, viscerale. Elena shikoi përreth. Nxënësit në fund të korridorit vazhdonin të qeshnin me diçka në telefonat e tyre, plotësisht të pavetëdijshëm. Ajo hezitoi, zemra e saj filloi të rrahë më shpejt. Zhveshtoria e djembe ishte territor i ndaluar. Rregullat ishin të qarta dhe të palkundura. Një vajzë e kapur atje mund të pezullohej menjëherë. Për një bursiste si ajo, kjo do të thoshte fundi i gjithçkaje. Përjashtimi do të ishte vetëm fillimi. Roza do të humbiste punën dhe ato do të humbisnin shtëpinë e vogël në anën e pasme të shkollës që e quanin shtëpi. Do të ishte fundi i çdo shansi për një të ardhme më të mirë. Por rënkimi erdhi sërish, më i dobët këtë herë, pothuajse i dëshpëruar. Elena mbylli fort fletoren, e futi në çantën e shpinës së vjetër dhe u ngrit. Duart i dridheshin ndërsa i afrohej derës së zhveshtores. Ajo e dinte se ishte gati të kalonte një kufi që nuk duhej ta kalonte. I njihte pasojat. Por kishte diçka në atë tingull dhimbje që e pengonte thjesht të kthente shpinën dhe të shtirej sikur nuk kishte dëgjuar asgjë. Me një vështrim të fundit nga korridori i zbrazët, Elena shtyu derën e rëndë dhe hyri në zhveshtoren e djembe. Era e djersës e përzier me aromat e shtrenjta i pushtoi hundët. Ambienti ishte i lagësht dhe i ngrohtë, me avull që ende dilte nga disa dushe që nuk ishin mbyllur plotësisht.
Stolash druri rreshtonin muret dhe dollap metalik ngriheshin në rreshta të rregull. Gjithçka dukej normale, përveç pajisjeve të shpërndara në dysheme dhe heshtjes së rëndë që mbushonte hapësirën. Elena përparoi me kujdes këpucët e saj duke bërë një tingull të butë mbi dyshemen e lagur. Ishte atëherë kur e pa, pranë dusheve, të rrëzuar në dysheme si një kukull e hedhur. Një djalë I veshur me uniformën e shkollës, por me xhaketën e grisur dhe të njollosur. Ai ishte anash, me duart shtrënguar në gjoks, duke marrë frymë me vështirësi. Gjak rrifte nga një plag në kokën e tij, duke formuar një pellë të kuq që shpërndahej në dyshemen e bardhë. Elena vrapoi drejt tij, gjunjët e saj duke goditur dyshemen e lagur me një zhurmë. Ajo e ktheu djalin me kujdes, duke I mbajtur kokën. Fytyra e tij ishte e zbehtë, buzët pothuajse pa ngjyrë. Ajo e njohu vagëllim si nxënësin e ri që ishte transferuar disa javë më parë. Ai ishte gjithmonë vetëm, duke ngrënë pas tribunave, duke shmangur shikimet e të tjerëve. Thashethemet thoshin se ai ishte një rast bamirësie, një jetim që shkolla kishte pranuar për arsye fiskale. Elena e kuptonte mirë se çfarë do të thoshte kjo. Do të thoshte se ai ishte si ajo, një I huaj në një botë që nuk I donte atje. Djali hapi sytë për një moment të shkurtër, duke e parë atë me një shprehje të hutuar dhe të frikësuar. Buzët e tij lëvizën, por asnjë tingull nuk doli. Elena nxori shpejt bluzën e saj të pastër nga çanta, atë që gjithmonë mbante për emergjenca, dhe e shtypi kundër plagës në kokën e tij. Gjaku njomu pëlhurën pothuajse menjëherë, por ajo vazhdoi të shtypte, duke përdorur të gjithë forcën që kishte. Qëndro I qetë, tha ajo me një zë që përpiqej të tingëllonte I fortë dhe I qetë, megjithse zemra e saj po I rrite fort. Je I plagosur. Mos u përpiq të lëvizësh. Do të kërkoj ndihmë. Por kur ajo ishte gati të ngrihej, zëra je huan në hyrje të zhveshtores. Elena ngrin. Një grup nxënësish u shfaqën, 3 djem të gjatë me uniforma të patëmet dhe shprehje mërzitjeje arrogante. Ata u ndalën kur pan Elenën të gjunjëzuar pranë djalit të plagosur, dhe për një moment, askush nuk tha asgjë. Pastaj, udhëheqësi I grupit, një djalë I quajtur Marko që ajo e njihte nga pamja, lëshoi një të qeshur të ftohtë. Çfarë po bën këtu? Kjo zonë është ndaluar për ty. Ai tregoi djalin në dysheme me një gjest për buzës. Lëre aty. Do të zgjohet dhe do të largohet. Gjithmonë kështu bën. Elena ndjeu zemërimin të rritej brenda saj, por e mbajti zërin të kontrolluar. Ai po humbet shumë gjatë. Ka nevojë për një mjek menjëherë. Të 3 djemt shkëmbyen shikime dhe Marko ngriti supet. Nuk është problemi ynë. Dhe nuk është as problemi yt. Ti e di se çfarë do të ndodhë nëse dikush zbulon se ishe këtu, apo jo. Nëna jote do të humbas punën. Ti do të humbasësh bursën. Kështu që bëhu e mençur dhe largohesh. Elena shtrëngoi pëlhurën kundër plagës më fort, duke injoruar fjalët e tyre. Nuk do të shkoj askund. Ai ka nevojë për ndihmë. Marko bëri një hap përpara, shpreha e tij u ashpërsua. Ti po bën një gabim. Ne të pam duke hyrë këtu. Jemi dëshmitar. Një bursiste që hyn në zhveshtoren e djemve. Imagjino skandalin. 2 djemt e tjerë qeshën dhe Elena ndjeu peshën e situatës të binte mbi të si një gur. Ajo e dinte se ata kishin të drejtë. Ajo e dinte se po rrezikonte gjithçka. Por kur shikoi fytyrën e zbehtë të djalit të plagosur, kur ndjeu gjakun e ngrohtë që I njonte duart, ajo e dinte se nuk kishte zgjidhje. Disa gjëra ishin më të rëndësishme se rregullat idiote dhe privilegjet e padrejta. Bëni çfarë të doni, tha ajo, zëri I saj I fortë tani. Por unë nuk do ta lë këtu të gjakoset derisa të humbas ndjenjat. Marko e shikoi për një kohë të gjatë, pastaj u kthye dhe doli, I ndjekur nga 2 të tjerët. Elena dëgjoi të qeshurat e tyre që jehuan nëpër korridor dhe e dinte se më e keqja ende nuk kishte ardhur. Por në atë moment, gjithçka që kishte rëndësi ishte të mbante djalin gjallë derisa të merrte ndihmë. Djali hapi sytë sërish, këtë herë me më shumë qartësi. Ai shikoi Elenën me një shprehje që ajo nuk mundi ta deshifronte. Kishte habi aty dhe diçka tjetër. Mirënjohje, ndoshta. Ose frikë. Nuk duhet të kishe qëndruar, murmuriti ai, zëri I tij I dobët dhe I ngjirur. Tani do të hysh në telashe. Elena buzëqeshi trishtueshëm. Tashmë jam në telashe. Tani qetësohu dhe kurse energjinë.
Ajo dëgjoi hapa që afroheshin dhe njohu zhurmën e këpucëve të shtrenjta të zëvendës drejtorit Viktor Mulliqi. Stomaku i saj u shtrëngua. Viktori ishte i njohur për ashpërsinë e tij dhe për vendosmërinë e tij për të mbajtur rendin dhe reputacionin e shkollës mbi gjithçka. Ai u shfaq në derën e zhveshtores, shpreha e tij kaloi nga habia në zemërim brenda pak sekondash. Çfarë po ndodh këtu? Zëri i tij preu ajrin si një te. Elena, ti e di shumë mirë që nuk mund të jesh këtu. Elena mbajti duart shtrënguar kundër plagës së djalit. Ai ka nevojë për një mjek. Po humbet shumë gjatë. Viktori u afrua duke parë djalin në dysheme me një shprehje mërzitjeje. Kjo nuk është puna jote. Ngriu tani dhe dil nga këtu para se të marrë masa disiplinore. Jo, u përgjigj Elena duke e habitur veten me guximin e saj. Jo derisa dikush të thëras një ambulancë. Zëvendës drejtori e nguli syt me sy të ftohtë. Ti po bën një gabim të madh. Nëna jote do të informohet për këtë. Bursa jote do të revokohet. Ju të dyja do të humbni gjithçka. Kjo është ajo që do. Elena ndjeu lotët që i digjnin në sy, por nuk i la të binin. Dua që ky djalë të marrë ndihmë mjekësore. Kjo është gjithçka që dua. Viktori qëndroi aty për një moment tjetër, pastaj tundi kokën dhe doli, duke murmuritur diçka për pasoja dhe mosdisiplinë. Elena e dinte se ai po shkonte për të kërkuar përforcime, ndoshta edhe për të thirrur sigurinë për ta larguar me forcë. Por ajo nuk lëvizi. Vazhdoi të mbante pëlhurën kundër kokës së djalit, duke ushtruar presion konstant, duke u lutur që dikush me një minimum dëmshërie të shfaqej. Ishte Roza ajo që u shfaq e para. Nëna e saj hyri në zhveshtore me fytyrën e shënuar nga shqetësimi, duke mbajtur celularin në dorë. Elena, çfarë ke bërë? Zëri i saj dridhej mes zemërimit dhe frikës. Zoti Viktor më telefonoi. Tha se ke hyrë me forcë në zhveshtore. Tha se do të na dëbojnë. Elena shikoi nënën e saj me syt plot lodh. Nën, ai është i plagosur. Nuk mund ta lija thjesht këtu. Roza shikoi djalin në dysheme, gjakun, duart e gjakosura të vajzës së saj. Fytyra e saj u zbut dhe ajo pshertiu thellë. Mirë. Do ta çojmë në spital. Por ti e kupton që kjo mund të na kushtoj gjithçka, apo jo? Elena tundi kokën, e path të fliste. Roza u gjunjëzua pranë saj, duke ndihmuar të mbante presionin në plagë. Së bashku, ato arritën ta ngrinin djalin me kujdes, duke e mbajtur mes tyre. Ai ishte gjysmë i vetëdijshëm, këmbët e tij zvarriteshin në dysheme ndërsa ato e çuan jashtë. Korridori ishte i zbrazët tani, përveç Viktorit, i cili i vëzhgonte me një shprehje mosaprovimi. Do të pendoheni për këtë, tha ai ftohtë. Nesër në mëngjes, ju dua të dyja në zyrën time. Do të diskutojmë pasojat e veprimeve tuaja. Roza nuk u përgjigj, thjesht vazhdoi të ecte, duke ndihmuar Elenën të mbante djalin deri në parkingun ku ishte parkuar makina e tyre e vjetër. Ato e shtrin në sediljen e pasme dhe Elena u ul pranë tij, duke i mbajtur kokën lart. Roza përshpejtoi në përshi, duke drejtuar drejt spitalit më të afërt, duart e saj shtrënguan timonin aq fort sa nyjet e gishtave ishin zbardhur. Gjatë gjithë rrugës, Elena mbajti dorën e djalit, duke ndjer pulsin e tij të dobët por konstant. Ajo nuk e dinte se kush ishte ai vërtet. Nuk e dinte pse kishte rrezikuar gjithçka për ta shpëtuar. Por ndërsa vëzhgonte fytyrën e tij të zbehtë në dritën ndërprerëse të shtyllave të rrugës, ajo e dinte se kishte bërë zgjedhjen e duhur. Disa gjëra ishin më të rëndësishme se siguria dhe privilegjet. Disa gjëra i avlenin rrezikun. Urgjenca e spitalit ishte e mbushur kur ato arritën. Dritat fluoreshente vezullonin në mënyrë të çrregullt në tavan dhe era e dezinfektuesit e përzier me diçka të papërcaktueshme dhe të pakëndshme mbushonte ajrin. Roza parkoi makinën në zonën e urgjencës dhe së bashku ato arritën ta nxirrnin djalin nga sedilja e pasme. Ai ishte më i vetëdijshëm tani, por ende shumë i dobët, këmbët i rrëzoheshin ndërsa ato e drejtonin nga dera automatike. Një infermiere u shfaq menjëherë me një karrige me rrota, duke bërë pyetje të shpejta ndërsa Elena shpjegonte se çfarë kishte ndodhur. Plag në kokë. Humbje e madhe gjaku. Gjetur në zhveshtoren e shkollës. Infermierja tundi kokën me efikasitet duke shënuar gjithçka në një tabelë dhe pastaj e çoi djalin brenda, duke lënë Elenën dhe Rozën vetëm në sallën e pritjes.
Elena shikoi duart e saj të njollosura me gjak dhe ndiu një dridhje të përshkonte trupin e saj. Adrenalina që e kishte mbajtur të fortë po fillonte të shpërndahej, duke lënë në vendin e saj një lodhje të thellë dhe një frikë në rritje për atë që do të pasonte. Roza u ul rënd në një nga karriget plastike portokalli, duke varrosur fytyrën në duar. Heshtja mes tyre ishte e rëndë, e ngarkuar me të gjitha gjërat e pathena. Ti bëre gjën e duhur, tha Roza më në fund, zëri i saj i mbytur. E di që e bëre. Por Elena, ti e kupton se çfarë do të thotë kjo për ne? Elena u ul pranë nënës, duart e saj dridheshin. E di, nën. E di që do të humbim gjithçka. Por nuk mund ta lija aty. Nuk mund të shtiresha thjesht sikur nuk kisha parë asgjë. Roza ngriti kokën dhe Elena pa lot që shkëlqenin në sytë e lodhur të nënës së saj. Ti ngjan aq shumë me gjyshin tënd. Ai gjithashtu nuk mund t'i kthente kur shpinën atij që kishte nevojë për ndihmë. Edhe kur kjo e lëndonte. Ato qëndruan ulur aty për orë të tëra, duke parë mjek dhe infermier që kalonin me nxitim, duke pritur lajme. Ora në mur shënonte minutat me një ngadalësi agonizante. Elena përpiqej të mos mendonte për atë që Viktor Mulliqi po planifikonte, për telefonatat që ndoshta po bënte, për masat që po merrte për të siguruar që ajo dhe nëna e saj të paguanin për mosbindjen e tyre. Ishte pothuajse mesnata kur një mjek më në fund ju afrua atyre. Ai ishte i ri, me rrath të thellë në sy dhe një bluzë mjeku të njollosur. Ju e keni sjell djalin me plagën në kokë? Elena dhe Roza u ngritën menjëherë duke tundur kokën. Ai do të jetë mirë. Ka pësuar një tronditje të rëndësishme dhe ka humbur shumë gjak, por ju arritët në kohë. Edhe disa minuta dhe do të kishte qenë shumë më keq. Elena ndjeu gjunjët e saj të lëkundeshin nga lehtësimi. Ajo u mbajt në krahun e Rozës për të qëndruar në këmbë. Ai kërkoi të fliste me ju, vazhdoi mjeku. Tha se ishte vajza e re bjonde që e shpëtoi. Ai është në dhomën 12, nëse doni ta shihni. Por vetëm për disa minuta. Ai ka nevojë të pushoj. Korridori deri në dhomën 12 dukej se shtrihej pafundësisht. Elena ndjente çdo hap sikur po ecte drejt diçkaje që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë, megjithse nuk e dinte saktësisht se çfarë. Roza qëndroi jashtë kur arritën te dera, duke bërë një gjest që Elena të hynte vetëm. Dhoma ishte e vogël dhe e thjeshtë, me mure të bardha dhe një dritare që shikonin në parkingun e errët. Djali ishte shtrirë në shtratin e spitalit, me fasho të bardha rreth kokës dhe një monitor kardiak që lëshonte bipe të rregullta pranë tij. Ai ishte zgjuar, duke parë tavanin, por ktheu kokën kur Elena hyri. Ti qëndrove, tha ai, zëri i tij ende i dobët, por më i qartë se më parë. Edhe kur ata të kërcënuan. Edhe kur zëvendës drejtori u shfaq. Ti qëndrove. Elena u afrua shtratit, pa ditur mirë çfarë të thoshte. Nuk mund të bëja ndryshe. Askush nuk meriton të lihet vetëm kështu. Djali e studioi për një kohë të gjatë dhe Elena pati ndjesinë e çuditshme se ai po shihte diçka tek ajo që të tjerët nuk e kishin vënë re kurrë. Emri im është Theo, tha ai më në fund. Dhe unë të detyrohem jetën. Elena tundi kokën. Nuk më detyrohesh asgjë. Kushto do të kishte bërë të njëjtën gjë. Por nuk e bën, u përgjigj Theo dhe kishte një hidhërim në zërin e tij që bëri Elenën të pyeste veten sa herë ishte braktisur më parë. Marko dhe dy të tjerët ishin aty. Ata pan kur unë rash. Por thjesht u larguan. Thanë se po shtiresha, si gjithmonë. Si gjithmonë. Elena rudhi ballin. Kjo ka ndodhur më parë? Theo devijoi shikimin duke fiksuar syt në dritaren e errët. Ndonjëherë ndodh. Unë nuk përshtatem atje. Nuk kam familjen e duhur, mbiemrin e duhur, paratë e duhura. Kështu ata ma kujtojnë këtë. Vazhdimisht. Elena ndjeu një lidhje të menjëhershme me ato fjalë. Ajo e njihte mirë atë ndjenjë të mos i përkasësh, të tolerohesh, por kur të mos pranohesh. E kuptoj. Jam vajza e shefes së pastrimit. Studioj atje me bursë. Për ta, jemi të njëjtë. Pushtues në një botë që nuk na dëshiron. Theo e shikoi sërish dhe këtë herë kishte diçka ndryshe në sytë e tij. Diçka që dukej si mirënjohje e përzier me faj. Elena, duhet të them diçka. Diçka që do të ndryshojë mënyrën si më sheh.
Para se ai të vazhdonte, dera u hap dhe Roza hyri shpejt me celularin në dorë dhe një shprehje paniku në fytyrë. Elena, duhet të ikim. Tani. Çfarë ndodhi? Elena u kthye nga nëna, duke ndjerë frikën që i shtrëngonte stomakun. Viktori telefonoi. Tha se do të vi në shtëpinë time nesër në mëngjes për të na dhënë njoftimin e dëbimit. Tha se drejtoria tashmë ka vendosur. Jam pushuar nga puna dhe ti je përjashtuar. Roza dridhej, zëri i saj po thyej. 20 vjet duke punuar në atë shkollë, Elena. 20 vjet. Teo përpoq të ulej në shtrat duke injoruar protestat e monitorit. Prisni. Nuk mund të shkoni ende. Unë mund ta rregulloj këtë. Mund t'i bëj ata të rishqyrtojnë. Elena e shikoi me një përzierje hutimi dhe zhgënjimi. Si do ta bësh këtë? Ti je një bursist si unë. Nuk ke asnjë pushtet atje. Shpreha e Teos u mbyll dhe ai hezitoi para se të fliste. Kjo është gjëja që duhet të them. Unë nuk jam ai që ti mendon se jam. Roza tërhoqi Elenën nga krahu. Nuk kemi kohë për këtë tani. Duhet të shkojmë në shtëpi dhe të fillojmë të rregullojmë gjërat tona. Por Elena nuk lëvizi, sytë e saj fiksuar te Teo. Çfarë do të thuash me këtë? Teo mbylli sytë për një moment, sikur po mblidhte kur ajo. Emri im i plot është Teo Aliu. Babai im është Aron Aliu. Ai është një nga donatorët më të mëdhenj të shkollës. Në fakt, ai praktikisht financon gjysmën e bursave të studimit. Heshtja që pasoi ishte absolute. Elena ndjeu sikur toka ishte zhdukur nën këmbët e saj. Ti po gënjen. Nuk po gënjej. Teo hapi sytë dhe kishte trishtim në to, babai im më dërgoi në atë shkollë si një test. Ai donte që unë të mësoja të mbrohesha vetë, pa emrin e familjes që më mbronte. Kështu që më udhëzuan të shtiresha si bursist, të mbaja identitetin tim sekret. Por kjo u kthye kundër meje. Nxënësit e tjerë më trajtojnë si ple sepse mendojnë se jam i varfër. Dhe unë nuk mund të bëj asgjë për këtë pas zbuluar kush jam vërtet. Elena bëri një hap prapa, duke ndjerë zemërimin të rritej brenda saj. Pra, gjithë këtë kohë, ti po luaje? Po bëje sikur ishe i varfër ndërsa ne vërtet jemi? Ti e di se çfarë do të thotë të jetosh me frikën konstante se do të humbasësh gjithçka? Të shkosh në shtrat pa ditur nëse do të kesh ushqim ditën tjetër? E di që tingëllon e tmerrshme, tha Teo shpejt. Dhe është. Por unë mund ta rregulloj këtë tani. Mund ta bëj babain tim të ndërhyj. Ai ka ndikim mbi drejtorinë e shkollës. Ai mund ta bëj Viktorin të rishqyrtoj. Roza tërhoqi Elenën me më shumë forcë. Le të ikim. Nuk kemi nevojë për bamirësinë e tij. Por Elena po shikonte fiksuar Teon, duke u përpjekur të përpunonte gjithçka që sapo kishte dëgjuar. Ti na mashtrove. I le të gjithë të mendonin se ishe si ne, kur në fakt ti mund të largohesh nga kjo shkollë dhe të kthehesh në vilën tënde sa herë të duash. Nuk është aq e thjeshtë, protestoi Teo. Babai im ka pritshmëri. Ai dëshiron që unë të jem i fortë, të provoj vlerën time pa u varur nga emri i tij. Nëse dështoj në këtë test, ai do të më heqë nga trashëgimia. Do të humbas gjithçka gjithashtu. Elena lëshoi një të qeshur të hidhur. Ti nuk e di çfarë do të thotë të humbasësh gjithçka. Ti ke një rrjet sigurie. Ne nuk kemi asgjë. Ajo u kthye dhe doli nga dhoma, duke injoruar thirrjet e Teos pas saj. Roza e ndoqi dhe së bashku ato ecën nëpër korridor, dolën nga spitali dhe u kthyen në makinën e vjetër që ishte parkuar nën shiun që kishte rifilluar. Gjatë gjithë rrugës së kthimit, asnjëra prej tyre nuk foli. Radioja luante qetësisht, një muzikë e trishtuar që dukej se përputhej në mënyrë të përkryer me humorin e tyre. Elena shikonte nga dritarja, duke parë dritat e qytetit të turbulluara nga shiu, duke menduar se si gjithçka ishte shkatëruar aq shpejt. Disa orë më parë, ajo kishte një jetë. Nuk ishte një jetë perfekte, por ishte e saj. Tani, nuk kishte asgjë. Kur arritën në shtëpinë e vogël në anën e pasme të shkollës, shiu binte me forcë të plotë. Ato vrapuan nga garazhi deri te dera, duke u lagur plotësisht. Brenda, gjithçka ishte saktësisht siç e kishin lënë. Dhoma e vogël me divanin e konsumuar që Roza e kishte blerë në një shitje garazhi vite më parë. Kuzhina e vogël ku ato bënin vakte të thjeshta së bashku çdo mbrëmje.
Fotoja e gjyshit Pjetër në mur duke I parë me atë buzëqeshje të lodhur por krenare. Elena u ul në tavolinën e kuzhinës, ende e veshur me uniformën e njollosur me gjah. Roza përgatiti çaj, siç bënte gjithmonë kur ishte nervoze, dhe vendosi një filxhan me avull para vajzës së saj. Ato pinë në heshtje, zhurma e shiut kundër çatis mbushonte hapësirën e zbrazët mes tyre. Ti e di që gjyshi yt një herë më tha se gjëja më e keqe që dikush mund të bëjë është të humbas integritetin e tij? Roza foli butësisht, duke thyer heshtjen. Ai tha se mund të humbasësh para, mund të humbasësh pasuri, mund të humbasësh edhe mundësi. Por nëse humbet integritetin tënd, ti humbet atë që je. Elena shikoi nënën, duke ndier lotët që më në fund filluan të binin. Pra ja vlente? Të humbasësh gjithçka? Roza shtriu dorën e vajzës mbi tavolinë. Ti shpëtove jetën e dikujt sot. Nuk ka rëndësi kush është ai apo nga vjen. Ti pe dik që kishte nevojë për ndihmë dhe ti ndihmove, edhe duke e ditur çmimin. Kjo është ajo që je. Dhe unë kur nuk kam qenë kaq krenare për ty. Lotët binin lirshëm tani, dhe Elena nuk u përpoq t'i ndalonte. Për vite, ajo kishte mbajtur gjithçka të fshehur, të gjithë zhgënjimin dhe zemërimin dhe trishtimin e të qenit e trajtuar si inferiore, të qenit e detyruar të provonte vazhdimisht se meritonte të ishte atje. Dhe tani, më në fund, ajo lejoi që gjithçka të dilte. Roza u ngrit dhe përqafoi vajzën e saj, duke e mbajtur ndërsa ajo qante. Ato qëndruan kështu për një kohë të gjatë, dy gra që kishin humbur pothuajse gjithçka, por ende kishin njëra tjetrën. Jashtë, stuhia vazhdonte, por brenda asaj shtëpie të vogël, kishte një ndjenjë të çuditshme paqeje. Sikur, duke humbur gjithçka, ato më në fund kishin gjetur diçka më të vlefshme. Kur Elena më në fund u qetësua, Roza e dërgoi të bënte dush dhe të flinte. Elena ju bind mekanikisht, duke lënë ujin e ngrohtë të lante gjakun nga duart e saj dhe lodhjen nga kockat e saj. Kur më në fund u shtri në shtratin e saj, duke parë tavanin e errët, mendimet e saj u kthyen te Teo. Te zbulimi tronditës I identitetit të tij të vërtetë. Te oferta e tij për të ndihmuar. Një pjesë e saj donte të pranonte. Donte ta linte atë të përdorte ndikimin e tij për të rregulluar rrëmujën që ajo kishte krijuar. Por një pjesë tjetër, pjesa që tingëllonte shumë si zëri I gjyshit të saj, thoshte se kjo do të ishte si të shiste shpirtin e saj. Se nëse ajo do të pranonte ndihmën e tij tani, ajo do të pranonte se rregullat e padrejta ishin të drejta, se vetëm njerëzit me pushtet dhe para kishin rëndësi. Gjumi më në fund erdhi, por ishte I shqetësuar dhe plot ëndra të ngatëruara. Elena ëndërroi se ishte kthyer në shkollë, por këtë herë korridoret ishin të pafundme dhe dyert ishin të gjitha të kyçura. Ajo vraponte nga dhoma në dhomë, duke kërkuar diçka që nuk mund ta emëronte, ndërsa zëra qeshnin rreth saj. Kur u zgjua, dielli ishte tashmë lart në qiell. Roza ishte ulur në tavolinën e kuzhinës, ende me të njëjtën fustan të natës së kaluar, me një filxhan kafe të ftohtë para saj. Ajo nuk kishte fjetur. Elena mund ta shihte këtë në sytë e kuq dhe fytyrën e zbehtë të nënës së saj. Viktori ende nuk ishte shfaqur, por të dyja e dinin se ishte vetëm çështje kohe. Trokja në derë erdhi saktësisht në orën 9 të mëngjesit. 3 goditje të thata dhe autoritare që bën Elenën dhe Rozën të shikonin njëra tjetrën me ankth. Roza u ngrit ngadalë, duke rregulluar fustanin e rrudhur dhe u drejtua nga dera. Kur e hapi, Viktor Mulliqi ishte aty, me qëndrimin e tij të ngurtë dhe shprehjen e pashprehur. Ai nuk ishte vetëm. Pas tij, një grua e gjatë dhe elegante me një tablet në dorë vëzhgonte gjithçka me sy llogaritës. Mirëmëngjes, Roza. Viktori hyri pa pritur ftesë, sytë e tij skanuan dhomën modeste me një përzierje përbuzjeje dhe kënaqësie. Kjo është zonja Agnes Carmini, nga administrata e shkollës. Ajo është këtu për të dokumentuar procesin. Elena u ngrit nga divani, duke u përballur me Viktorin me mjekrën lart. Çfarë procesi saktësisht? Viktori nxori një zarf nga xhepi I brendshëm I xhaketës dhe e vendosi mbi tavolinë. Procesi I ndërprerjes së kontratës së punës së nënës suaj dhe anulimit të bursës suaj të studimit. Aktet tuaja të dieshme ishin një shkelje e rëndë e rregullave të shkollës. Hyrje e pa autorizuar në zonë të ndaluar, mosbindje ndaj autoritetit dhe më e keqja, vënia në rrezik e reputacionit të institucionit. Unë shpëtova jetën e një nxënësi, u përgjigj Elena, zëri I saj dridhej nga zemërimi I përmbajtur. Si e vë kjo reputacionin e shkollës në rrezik?
Agnes bëri një hap përpara, zëri i saj i butë por i mpreh. Çështja nuk është çfarë bëre ti, e dashur, por si e bëre. Ka protokolle që duhen ndjekur. Ti duhet të kishe thirrur menjëherë një të rritur përgjegjës, jo të hyshe me forcë në një zonë të ndaluar dhe të krijosh një skandal. Nuk kishte kohë, këmbënguli Elena. Ai po gjakosej. Çdo sekond kishte rëndësi. Viktori kryqëzoi krahët. Kjo nuk ndryshon faktin se ti shkele rregulla të qarta. Dhe nëna jote, si punonjëse përgjegjëse, duhet të kishte penguar të vazhdoje me këtë çmenduri. Në vend të kësaj, ajo të mbështeti duke çuar djalin në spital pa autorizimin e shkollës apo të kujdestarëve të tij. Roza më në fund foli, zëri i saj i lodhur por i fortë. Do të kishit preferuar që ai të qëndronte aty duke gjakosur ndërsa ju plotësonit dokumente? Çfarë lloj shkolle është kjo? Një shkollë me standarde, u përgjigj Viktori ftohtësisht. Dhe këto standarde ekzistojnë për një arsye. Ai shtyu zarfin drejt Rozës. Keni 72 orë për të liruar pronën. Pas kësaj do të merren masa ligjore. Para se dikush të mund të përgjigjej, një tjetër trokitje u dëgjua në derë. Këtë herë ishte ndryshe. Më e rëndë, më e sigurt. Viktori rudhi ballin dhe shkoi te dera duke e hapur me një tërheqje të irrituar. Nga ana tjetër ishte një burr i gjatë me kostum të patëmet, me flokë të thinjur të krejur në mënyrë të përkryer dhe sy që dukeshin të aftë të shihnin përmes çdo gënjeshtre. Ai kishte një prani që mbushonte hapësirën, një autoritet që bënte edhe Viktorin të dukej i vogël në krahasim. Zoti Aliu, belbëzoi Viktori, arroganca e tij u zhduk menjëherë. Nuk e dija që do të vinit personalisht. Aron Aliu hyri në shtëpinë e vogël, vështrimi i tij skanonte çdo detaj para se të ndalej te Elena. Pra, ti je vajza e re që shpëtove djalin tim. Ai shtriu dorën dhe Elena e shtrëngoi me hezitim, duke ndjer forcën dhe qëndrueshmërinë në atë shtrëngim. Unë thjesht bëra atë që kushto duhet të kishte bërë, tha Elena, e dyshim ndaj kësaj kthese të papritur. Por nuk e bën, u përgjigj Aron, duke i bërë jehon fjalëve të Teos. Djali im më tregoi gjithçka. Si ti rrezikove të ardhmen tënde për ta shpëtuar. Si të tjerët thjesht e lanë aty. Ai u kthye nga Viktori dhe shpreha e tij u ashpërsua. Dhe si kjo shkollë, që duhet të mbronte të gjithë nxënësit e saj në mënyrë të barabartë, vendosi të ndëshkojë një akt heroizmi në vend që të hetonte se si djali im përfundoi pa ndjenja në një zhveshtore pa bërë askush asgjë. Viktori u zbe. Zoti Aliu, ju duhet të kuptoni se ekzistojnë rregulla. Nuk mund t'i injorojmë thjesht sepse dikush kishte qëllime të mira. Rregulla, përsëriti Aron, zëri i tij i ulët por i rrezikshëm. Atëherë më thuaj, Viktor, cila rregull e mbron djalin tim nga rrahja dhe braktisja nga shokët e tij? Cila rregull garanton që shkolla do të hetojë siç duhet kur një nxënës përfundon në spital? Rrahur? Elena ndërpreu, e habitur. Unë mendova se ai kishte rënë. Aron e shikoi me një shprehje të trishtuar. Djali i musulmua nga 3 nxënës. Ata e hodhën atë kundër dollapëve metalik vazhdimisht derisa ai humbi ndjenjat. Mjekët konfirmuan mavijosje të shumta dhe një traumë të rëndësishme. Nuk ishte një aksident. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Elena ndjeu zemërimin të rritej brenda saj sërish duke menduar për Markon dhe 2 djemt e tjerë. Ata e kishin bërë këtë dhe pastaj thjesht ishin larguar duke lënë Teon aty si të ishte ple. Dhe tani ajo po ndëshkoi pse e kishte shpëtuar. Agnes kolliti, qartazi e shqetësuar. Zoti Aliu, nëse ka pasur një sulm, kjo duhet të raportohet siç duhet. Ne do të fillojmë një hetim të plotë. Ju do të bëni më shumë se kaq, tha Aron, zëri i tij i prerë. Ju do të anuloni menjëherë vendimin për të përjashtuar këtë vajzë dhe për të pushuar nënën e saj. Ju do të siguroheni që ato të trajtohen me respektin dhe mirënjohjen që meritojnë. Dhe ju do të më ofroni një raport të plotë se si ndodhi kjo në mbikëqyrjen tuaj. Viktori u rikuperua paksa, duke u përpjekur të mbante pak autoritet. Me gjithë respektin, zoti Aliu, zonjusha Elena ende shkeli rregulla të qarta. Ne nuk mund ta injorojmë thjesht këtë sepse ju jeni një donator. Jo, nuk mund ta injoroni, u pajtua Aron. Por ju mund të pranoni se këto rregulla ekzistojnë për të mbrojtur nxënësit, jo për t'i ndëshkuar ata që bëjnë gjën e duhur.
Dhe nëse ju këmbëngulni të vazhdoni me këtë përjashtim, unë do të tërheq të gjithë financimin që kompania ime i ofron kësaj shkolle. Jo vetëm bursat e studimit, por edhe gjimnazin e ri, bibliotekën e rinovuar dhe laboratorët shkencor që po planifikohen. Agnes dhe Viktori shkëmbyen shikime të alarmuara. Elena vëzhgonte gjithçka me një përzierje lehtësimi dhe shqetësimi. Ajo nuk donte të shpëtojë në këtë mënyrë, nuk donte t'ia detyronte të ardhmen e saj ndikimit të dikujt të pasur. Por në të njëjtën kohë, ajo nuk mund të mohonte lehtësimin e të diturit se nuk do të humbiste gjithçka. Roza bëri një hap përpara, zëri i saj i fortë. Zoti Aliu, ne ju falenderojmë për ndërhyrjen tuaj. Por nuk duam të trajtohemi në mënyrë të veçantë. Ne duam vetëm drejtësi. Aron shikoi Rozën me respekt. Dhe ju do të keni drejtësi. Sepse drejtësia është të pranosh kur dikush ka bërë gjën e duhur, edhe kur ishte e vështirë. Drejtësia është të mbrosh ata që veprojnë me kurajo dhe dëmshuri. Ai u kthye sërish nga Viktori. Pra, cila do të jetë? Ju anuloni vendimin tani, apo unë tërheq mbështetjen time? Viktori ishte qartazi i tronditur. Ai shikoi Agnesën, e cila tundi kokën pothuajse në mënyrë të padukshme. Ne do të rishqyrtojmë situatën. Do të fillojmë një hetim të duhur mbi incidentin me djalin tuaj. Dhe do të pezullojmë përkohësisht çdo veprim disiplinor kundër zonjushës Elena dhe nënës së saj derisa të kemi të gjithë informacionin. Jo përkohësisht, korrigjoi Aron. Përgjithmonë. Dhe unë dua që Elena të njihet publikisht për aktin e saj të heroizmit. Ajo meriton të festohet, jo të ndëshkohet. Viktori gëlltiti dhe tundi kokën. Po, zoti Aliu. Si të dëshironi. Aron mori zarfin nga tavolina dhe e grisi në mes duke i hedhur copat në kosh. Shkëlqyeshëm. Tani, nëse më lejoni, do të doja të flisja me Elenën dhe Rozën vetëm. Viktori dhe Agnes dolën shpejt, qartazi të lehtësuar që i shpëtuan situatës. Kur dera u mbyll pas tyre, Aron u kthye nga Elena dhe Roza dhe shpreha e tij e ashpër u zbut paksa. Më vjen keq për këtë. Për të gjithë këtë dramë. Djali im më tregoi çfarë bëte dhe unë duhet të vija personalisht për t'ju falënderuar. Elena kryqëzoi krahët, ende e dyshim. Djali juaj më gënjeu. Të gjithëve. Ai la të mendonim se ishte i varfër kur në fakt është trashëgimtar i një pasurie. Aron pëshertiu duke tërhequr një karrige dhe duke u ulur. Kjo ishte ideja ime, jo e tij. Doja që Teo të mësonte se çfarë do të thotë të trajtohesh si inferior, të kuptonte si është të mos kesh privilegje që të mbrojnë. Mendova se kjo do ta bënte më të fortë, më empatik. Ai hezitoi duke kaluar dorën nëpër flokë. Gabova. Pse gabove? Pyeti Roza, kurioze. Sepse nënvlerësova mizorinë e njerëzve, pranoi Aron. Mendova se Teo do të injorohej thjesht, ndoshta do të përjashtohej shoqërisht. Nuk prisja që ai të sulmohej fizikisht. Nuk prisja që vetë shkolla do të dështonte në mbrojtjen e tij. Ai shikoi Elenën me sy të lodhur. Dhe sigurisht nuk prisja që e vetmja person që do të interesohej aq sa për ta ndihmuar do të ishte dikush që kishte gjithçka për të humbur. Elena ul ngadalë duke përpunuar gjithçka. Pra, gjithçka ishte një eksperiment social? Jeta e tij, imja, gjithë kjo? Nuk ishte qëllimi im që të dukej kështu, tha Aron butësisht. Por po, bëra një gabim. Një gabim që pothuajse i kushtoi jetën djalit tim. Dhe një gabim që pothuajse shkatërroi jetën tuaj të dyjave. Ai u përkul përpara. Më lejoni ta kompensoj këtë. Më lejoni t'ju ndihmoj. Nuk duam bamirësi, tha Elena shpejt. Nuk është bamirësi, u përgjigj Aron. Është mirënjohje. Dhe përgjegjësi. Ju shpëtuat djalin tim. Më pak që mund të bëj është të siguroj që ju të keni mundësitë që meritoni. Roza i vuri dorën në shpatull Elenës. Ndoshta duhet të dëgjojmë çfarë ka për të thënë. Aron tundi kokën me mirënjohje. Bursa e studimit e Elenës do të shndërrohet në një bursë të plot, duke mbuluar jo vetëm tarifën mujore, por edhe materialet, uniformën dhe një ndihmë financiare mujore. Roza, do të doja t'ju ofroja një promovim në mbikëqyrëse të objekteve, me një pagë dukshëm më të lartë dhe përfitime të plota. Elena hapi gojen për të protestuar, por Roza i shtrëngoi shpatullën. Dhe në këmbim, pyeti Roza në mënyrë pragmatike.
Çfarë prisni nga ne? Vetëm që të vazhdoni të jeni ato që jeni, u përgjigj Aron thjesht. Njerëz me integritet që bëjnë gjën e duhur edhe kur është e vështirë. Kjo shkollë ka nevojë për më shumë njerëz si ju. Djali im ka nevojë për më shumë njerëz si ju në jetën e tij. Elena shikoi nënën e saj duke parë lodhjen në sytë e saj, rrudhat e shqetësimit në fytyrën e saj. Ajo mendoi për të gjitha vitet që Roza kishte punuar deri në raskapitje, duke pastruar banja dhe korridore në mënyrë që Elena të kishte një shans më të mirë. Mendoi për gjyshin Pjetër dhe mësimet e tij mbi integritetin. Dhe kuptoi se ndonjëherë pranimi i ndihmës nuk ishte dobësi. Ishte mençuri. Mirë, tha Elena më në fund. Por me një kusht. Teo duhet të ndaloj së gënjyeri. Nëse do të jemi miq, duhet të bazohet në të vërtetën. Aron buzëqeshi dhe ishte një buzëqeshje e vërtetë. Unë pajtohem plotësisht. Dhe mund t'ju garantoj se djali im e ka mësuar këtë mësim. Pasi Aron u largua, Elena dhe Roza qëndruan ulur në heshtje për një kohë të gjatë. Dielli hynte nga dritarja duke ndriçuar dhomën që disa orë më parë dukej plot dëshpërim. Tani kishte një ndjenjë ndryshe në ajër. Shpresë, ndoshta. Ose mundësia e një fillimi të ri. Gjyshi yt do të ishte krenar, tha Roza butësisht. Ti nuk e ule kokën. Ti mbajte sytë hapur dhe bëre gjën e duhur. Elena buzëqeshi për herë të parë pas orësh. Ai gjithmonë thoshte se integriteti nuk ka çmim. Mendoj se më në fund e kuptoj se çfarë do të thotë kjo. Jashtë, jeta vazhdonte. Makinat kalonin në rrugë, zogjit këndonin në përpem, bota rrotullohej siç kishte rrotulluar gjithmonë. Por brenda asaj shtëpie të vogël, diçka thelbësore kishte ndryshuar. Elena kishte zbuluar se zëri i saj kishte rëndësi, se veprimet e saj kishin peshë, se ajo mund të bënte ndryshim edhe kur dukej e pamundur. Dhe ky zbulim do të vlente më shumë se çdo bursë studimi apo promovim që mund të kishte. E hëna pasuese erdhi shumë shpejt. Elena u zgjua me një nyje në stomak, duke e ditur se do të duhej të përballej sërish me korridoret e shkollës. Këtë herë, megjithatë, do të ishte ndryshe. Lajmi për atë që kishte ndodhur tashmë ishte përhapur, i shtrembëruar dhe i zmadhuar nga thashethemet që qarkullonin si zjarr në komunitetin shkollor. Disa thoshin se ajo kishte qenë e dashura sekrete e Teos. Të tjerë pretendonin se ajo kishte shpikur gjithçka për të tërhequr vëmendjen. Pak njerëz e dinin të vërtetën reale. Roza përgatiti mëngjesin në heshtje dhe ato hëngrën së bashku në kuzhinën e vogël siç bënin gjithmonë. Por sot kishte një tension në ajër, një parashikim të së panjohurës. Kur erdhi koha për të dalë, Roza përqafoi Elenën me forcë të pazakonshme. Mbaje kokën lart. Nuk ke asgjë për t'u turpëruar. Porta e shkollës dukej më e madhe se zakonisht kur Elena kaloi. Qielli ishte i vrenjtur, duke kërcënuar me shi dhe një fllad i ftohtë merrte gjethet e vdekura nëpër obor. Grupe nxënësish u kthyen për ta parë kur ajo kaloi, pëshpërimat e tyre duke krijuar një lloj zhurmë sfondi që e ndiqte si një hije. Elena i mbajti syt fiksuar përpara, duke ecur me vendosmëri edhe pse duart i dridheshin paksa duke mbajtur rripat e çantës së shpinës. Ora e parë ishte histori dhe Elena arriti herët duke zgjedhur një vend në fund të klasës siç bënte gjithmonë. Nxënës të tjerë erdhën pak nga pak dhe ajo ndjente shikimet, dëgjonte pëshpërimat pas duarve. Marko hyri me dy miqt e tij dhe kur kaloi pranë Elenës, ai u ndal dhe u përkul mbi bankën e saj. Duhet të ndihesh shumë e zgjuar tani, apo jo, tha ai qetësisht, buzëqeshja e tij nuk arrinte sy. Gjete një të pasur për të qenë mbrojtësi yt. Mirë e luajtur. Elena e nguli syt pa u dridhur. Unë i shpëtova jetën. Nuk kërkova asgjë në këmbim. Sigurisht që jo, Marko qeshi thatë. Ti thjesht rastësisht more një bursë të plot dhe një promovim për nënën tënde. Koincidencë e pastër. Para se Elena të mund të përgjigjej, dera e klasës u hap dhe hyri një burr që ajo nuk e njihte. Ai ishte i ri për të qenë mësues, ndoshta në fillim të 30-tave, me flokë të çrregullt kafe dhe sy të butë pas syzeve me kornizë të hollë. Vishte një triko të thjeshtë dhe xhinse, shumë ndryshe nga kostumet formale që vishte shumica e mësuesve. Mirëmëngjes, klas. Tha ai me një buzëqeshje ndërsa vendoste dosjen e tij mbi tavolinë. Emri im është Luka dhe unë do të jem mësuesi juaj i historisë nga sot.
E di që është pak e çuditshme të kesh një mësues të ri në mes të vitit, por mësuesi i mëparshëm duhej të largohej për arsye personale. Marko u kthye në vendin e tij duke murmuritur dhe ora filloi. Por Elena vuri re diçka interesante. Sa herë që Luka bënte një pyetje dhe ajo ngrinte dorën, ai e thërriste. Kur nxënësit e tjerë përpiqeshin të bënin komente sarkastike rreth ngjarjeve historike, ai I ridrejtonte me pyetje që I bënin të mendonin më thellë. Dhe kur ora mbaroi dhe të gjithë po largoheshin, ai e thirri. Elena, mund të qëndrosh një moment? Elena u afrua tavolinës së mësuesit, nervoze. Nxënësit e fundit dolën duke I lënë vetëm në klasë. Luka u ul në buzë të tavolinës me një qëndrim të rastësishëm dhe të hapur. Unë e di çfarë ndodhi javën e kaluar. Gjithë historinë, jo versionet e shtrembëruara që qarkullojnë. Aron Aliu është një mik I vjetër I imi. Ai më tregoi për kurajën tënde. Elena nuk dinte çfarë të thoshte, kështu që qëndroi në heshtje. Unë erdha në këtë shkollë për një arsye specifike, vazhdoi Luka. Kam studiuar këtu 15 vjet më parë. Isha edhe unë bursist, djali I një kopshtari që punonte në shtëpinë e një prej familjeve të pasura. Ai bëri një pauzë, sytë e tij u larguan. E di saktësisht si është. Ndjenja e të mos I përkasësh. E të duhet të provosh vazhdimisht se e meriton të jesh këtu. Elena më në fund gjeti zërin e saj. Dhe si e përballove? Luka buzëqeshi trishtueshëm. Jo gjithmonë në mënyrën më të mirë. Bëra shumë gabime. E lash zemërimin të më konsumonte disa herë. Por përfundimisht mësova se nuk bëhet fjalë për t'u provuar asgjë këtyre njerëzve. Bëhet fjalë për t'u provuar vetes. Për të ditur kush je dhe për ta mbajtur atë, pavarësisht se çfarë thon apo bëjnë. Kjo është e lehtë për t'u thënë, murmuriti Elena. Po, u pajtua Luka. Por nuk është e lehtë për t'u bërë. Kjo është arsyeja pse jam këtu. Për të ndihmuar nxënës si ty dhe Teon të lundrojnë në këtë botë pa humbur veten në këtë proces. Ai u ngrit duke marrë një kartë në dosjen e tij. Ky është kontakti im. Nëse ke nevojë të flasësh për çdo gjë, mund të më kërkosh. Edhe jashtë orarit të shkollës. Elena mori kartën duke ndier një mirënjohje të papritur. Pse po e bën këtë? Sepse dikush e bëri për mua një herë, tha Luka thjesht. Dhe sepse besoj se njerëz si ti do ta ndryshojnë këtë vend për mirë. Por do të keni nevojë për mbështetje gjatë rrugës. Pjesa tjetër e ditës kaloi në një mjegull. Elena pati orë të tjera, u përball me më shumë shikime dhe pëshpërima, por sa herë që fillonte të ndihej e mbingarkuar, mendonte për fjalët e Lukës. Nuk bëhej fjalë për t'u provuar asgjë atyre. Bëhej fjalë për të ditur kush ishte ajo. Në kohën e drekës, Elena po shkonte drejt vendit të saj të zakonshëm në fund të kafeterisë kur pa Teon. Ai ishte ulur vetëm në një tavolinë pranë dritareve, me fasho ende të dukshme nën flokë. Kur pa Elenën, ai I bëri shenjë me hezitim. Ajo hezitoi, pastaj shkoi drejt tij. Mund të ulem, pyeti ajo. Të lutem, tha Teo, duke u dukur I lehtësuar. Elena u ul, duke hapur kutinë e saj të thjeshtë të drekës. Ata qëndruan në heshtje për një moment, asnjëri prej tyre nuk dinte saktësisht çfarë të thoshte. Më vjen keq, tha Teo më në fund. Për gënjeshtrën. Për të vënë në këtë situatë. Për gjithçka. Elena e studioi. Fashot, mavjosjet ende të dukshme në fytyrën e tij, mënyra si lëvizte me kujdes sikur çdo lëvizje I dhëmte. Babai yt tha se të sulmuan. Marko dhe të tjerët të hodhën kundër dollapëve. Teo tundi kokën ngadalë. Ata e kanë bërë këtë për muaj të tërë. Jo aq dhunshëm sa këtë herë, por gjithmonë diçka. Shtyrje, thyrje, poshtërime të vogla. Ai shikoi duart. Babai Im mendoi se duke më bërë të kaloja si bursis do të më mësonte empati. Por gjithçka që më mësoi ishte sa mizor mund të jenë njerëzit kur mendojnë se je inferior. Dhe pse nuk the të vërtetën? Pse duroje gjithë këtë? Krenari, pranoi Teo. Doja t'i provoja babait tim se mund ta bëja vetë. Se nuk më duhej emri I familjes për të mbietuar. Ai qeshi me hidhërim. Përfundoi duke qenë gjëja më idiote që kam bërë ndonjëherë. Elena kafshoi sanduiçin e saj duke menduar. Babai yt duket se kujdeset shumë për ty, pse ndihesh se duhet t'i provosh diçka atij?
Teo qëndroi I qetë për një kohë të gjatë. Sepse nëna ime vdiq kur unë isha 8 vjeç. Dhe që atëherë gjithçka që bën babai im është të punoj. Të ndërtoj për andorinë e tij, të bëj biznes, të fitoj më shumë para. Ndonjëherë ndjej se ai po përpiqet të mbushë zbrazëtinë që la ajo me arritje. Dhe unë ndjej se duhet të bëj të njëjtën gjë. Të provoj se jam I denjë për të. Elena ndjeu zemërimin e saj të zbutet. Ajo e kuptonte humbjen. E kuptonte peshën e pritshmërive të pathena. Më vjen keq për nënën tënde. Faleminderit, tha Teo butësisht. Dhe më vjen keq që të gënjeva. Nëse do të mund të kthehesha pas, do ta bëja gjithçka ndryshe. Nuk mund të kthehesh pas, tha Elena. Askush prej nesh nuk mundet. Por ne mund të ecim përpara. Dhe mund të përpiqemi të bëjmë më mirë. Teo e shikoi me diçka si shpresë. Kjo do të thotë se më fal? Elena mendoi. Do të thotë se jam e gatshme të provoj. Por kam nevojë për ndershmëri nga tani e tutje. Ndershmëri të plotë dhe të gjithanshme. Ke fjalën time, tha Teo me sinqeritet. Në anën tjetër të kafeterisë, Marko dhe miqtë e tij I vëzhgonin me shprehje përbuzjeje. Elena ndjente shikimet, por këtë herë ato nuk e shqetësonin aq shumë. Ajo kishte Teon pranë saj dhe kishte Lukën që I ofronte udhëzime. Dhe kishte forcën e saj, të cilën sapo po fillonte ta zbulonte. Luka po më ndihmon, tha Elena, duke ndryshuar temën. Mësuesi I ri I historisë. Ai tha se kishte qenë edhe ai bursist këtu. E di, tundi kokën Teo. Babai im e solli posaçërisht për këtë. Për të qenë një mentor për nxënës si ne. Ai është I mirë në këtë. Shumë I durueshëm. Ke folur me të? Disa herë. Ai më ndihmoi të kuptoj se kalimi I gjithë kësaj nuk ishte dobësi. Se kërkimi I ndihmës nuk është pranim I humbjes. Elena reflektoi mbi këtë. Gjyshi I saj gjithmonë kishte predikuar vetë mjaftueshmërinë, por ndoshta kishte mençuri në të diturit kur të pranoje edhe ndihmë. Zile ra, duke sinjalizuar fundin e drekës. Elena dhe Teo mblodhen gjërat e tyre dhe ecën së bashku drejt orës tjetër. Disa nxënës I vëzhguan teksa kalonin, por të tjerët tashmë po humbnin interesin. Thashethemet përfundimisht do të shndërroheshin në thashetheme të reja, dhe historia e tyre do të bëhej vetëm një kapitull tjetër në narrativën e vazhdueshme të shkollës. Në orën e letërsisë, mësuesja, një grua e moshuar e quajtur Anjes, e cila nuk kishte lidhje me administratoren, u kërkoi nxënësve të shkruanin për një moment që u kishte ndryshuar jetën. Elena shikoi faqen e zbrazët, stilolapsi I saj pezull mbi letër. Ajo mendoi për atë pasdite me shi, zhveshtoren, gjakun, zgjedhjen që kishte bërë. Mendoi se si ai moment kishte zbuluar jo vetëm kush ishte ajo, por edhe kush donte të ishte. Ajo filloi të shkruante, fjalët rridhnin natyrshëm. Shkroi për kurajen, për të bërë gjën e duhur edhe kur ishte e vështirë, për të zbuluar se integriteti nuk ishte vetëm një fjalë që përdorte gjyshi I saj, por një parim për të jetuar. Kur mbaroi, ndjeu diçka si paqe. Nuk kishte rëndësi çfarë mendonin të tjerët. Ajo e dinte të vërtetën e saj. Kur mbaruan orët atë ditë, Elena takoi Lukën në korridore. Ai po fliste me një mësues tjetër, por I bëri shenjë kur e pa. Elena I bëri shenjë prapa dhe vazhdoi të ecte, duke u ndjerë më e lehtë se sa ishte ndjerë prej ditësh. Jashtë, qielli ishte kthjelluar dhe rrezet e diellit kalonin nëpër re. Roza po priste në makinë dhe kur Elena hyri, nëna e saj e shikoi me pritshmëri. Si shkoi? Elena buzëqeshi. Shkoi mirë. Sfiduese, por mirë. Roza filloi të drejtonte dhe ato biseduan për ditën, për Lukën, për Teon, për gjithçka që kishte ndodhur. Kur arritën në shtëpi, kishte një kuti të madhe që priste në verandë. Elena e hapi dhe gjeti uniforma të reja, libra, materiale shkollore, të gjitha me cilësi të lartë. Kishte gjithashtu një shënim nga Aron, një falënderim I vogël. Përdori mirë. Elena mbajti uniformat e reja, duke ndjerë pëlhurën e butë mes gishtave. Ato ishin të njëjta me ato që vishnin nxënësit e tjerë, pa ndryshimet e vogla që gjithmonë kishin shënuar statusin e saj. Për një moment, ajo pyeti veten nëse kjo do të ndryshonte diçka. Nëse të kishe uniformën e duhur do ta bënte më në fund të ndihej se I përkiste. Por pastaj kuptoi se nuk kishte nevojë për uniformën e duhur për të përkitur.
Ajo i përkiste sepse kishte provuar vlerën e saj në mënyrën e vetme që kishte rëndësi, përmes veprimeve të saj, përmes kurajës së saj, përmes humanizmit të saj. Uniforma ishte thjesht pëlhur. Ajo që vishte brenda, integriteti dhe forca e saj, ishte ajo që kishte vërtet rëndësi. Javët në vazhdim sollën ndryshime të holla, por të rëndësishme për Elenën. Bursa e plot do të thoshte se ajo nuk kishte më nevojë të shqetësohej për materiale apo uniforma. Roza ishte e shkëlqyer në pozicionin e saj të ri si mbikëqyrëse, duke marrë më në fund njohjen që meritonte pas vitesh punë të palodhur. Por jo gjithçka ishte perfekte. Hetimi mbi sulmin ndaj Teos po përparonte ngadalë dhe tensioni në shkollë ishte i prekshëm. Një mëngjes të ftohtë dhjetori, Elena u thirr në zyrën e drejtorit. Ajo nuk kishte qenë kurrë atje më parë dhe zemra e saj rahu fort ndërsa ecte nëpër korridoret e zbrazta gjatë orarit të mësimit. Sekretarja e udhëzoi brenda, ku drejtori, një burr jashtëpër i quajtur Filip Salliu, ishte ulur pas një tavoline të madhe prej mahagoni. Viktori ishte gjithashtu i pranishëm, ashtu si Aron Aliu dhe një burr që u prezantua si Alban, avokati i familjes. Ulu, Elena, tha Filip, toni i tij më i butë se sa priste ajo. Duam të flasim me ty për incidentin që ndodhi disa javë më parë. Elena u ul në karrigen prej lëkure, duke u ndjerë e vogël në atë zyrë të madhe. Mirë. Alban u përkul përpara, me një tablet në dorë. Kemi dëshmi nga disa nxënës që konfirmojnë se 3 studentë specifik ishin të fundit që u panë me Teon para incidentit. Marko dhe 2 miqt e tij, Pjetër dhe Aron. Ai bëri një pauzë. Më falni, Aron është thjesht një koincidencë me zotin Aliu këtu të pranishëm. Elena tundi kokën, duke pritur që ai të vazhdonte. Problemi është se këta 3 djem mohojnë çdo përfshirje. Thonë se Teo ishte tashmë në dysheme kur ata arritën. Dhe ne nuk kemi kamera në zhveshtore për çështje privatësie. Alban e shikoi drejt për drejt. Ti ishe personi i parë që e gjete. Ke parë ndonjë gjë? Ke dëgjuar diçka që mund të na ndihmojë? Elena mendoi pas asaj pasditeje. Zhurma e metalit që binte, goditja. Zërat që ajo kishte dëgjuar para se të hynte. Dëgjova zhurmë. Zhurmë e diçkaje që godiste disa herë. Dhe kur hyra, kishte pajisje të shpërndara, sikur të kishte pasur një luftë. Aron u përkul përpara. Djali im konfirmoi se u sulmua nga këta 3. Por ai ishte gjysmë i vetëdijshëm për pjesën më të madhe të kohës. Nuk mban mend detaje specifike. Fjala e tij kundër tyre nuk është e mjaftueshme, veçanërisht duke marrë parasysh se familjet e këtyre djemve janë gjithashtu donatorë me ndikim në shkollë. Pra nuk do të bëni asgjë? Elena ndjeu zemërimin të rritej. Ata thjesht do të vazhdojnë të jenë këtu sikur asgjë të mos kishte ndodhur? Nuk thash këtë, ndërpreu Filip. Ne po bëjmë gjithçka që mundemi brenda kufive të asaj që mund të provohet. Por pa dëshmi konkrete, duart tona janë të lidhura. Elena shikoi Viktorin, i cili kishte qëndruar në heshtje gjatë gjithë bisedës. Ai e takoi me një shikim sfidues dhe ajo kuptoi se ai ndoshta ishte i kënaqur me situatën. Pa dëshmi do të thoshte se shkolla nuk do të kishte nevojë të merrte masa që mund të ofendonin familje të fuqishme. Ka diçka tjetër, tha Alban, duke thyer heshtjen e tensionuar. Kemi marrë një denoncim anonim që pretendon se ti dhe Teo e planifikuat gjithçka së bashku. Se ishte një përpjekje për të fituar simpati dhe përfitime. Elena u ngrit pa pritur. Kjo është qesharake. Unë as nuk e njihja Teon para asaj dite. E dim këtë, tha Alban qetësisht. Dhe denoncimi është qartazi i rrem. Por na u desh t'ju informonim sepse kjo do të bëhet pjesë e procesit. Dhe sepse duhet të jeni e përgatitur. Njerëzit do të përpiqen t'ju diskreditojnë. Le të provojnë, tha Elena, zëri i saj i fortë edhe pse duart i dridheshin. Unë e di të vërtetën. Dhe ju të gjithë e dini të vërtetën gjithashtu. Aron buzëqeshi lehtë. Është pikërisht kjo forcë që na duhet. Nuk do ta lëm këtë të kaloj, Elena. Do të gjejmë një mënyrë për të provuar atë që ndodhi. Pas takimit, Elena, Teo dhe Aron dolën së bashku. Pasi dolën nga ndërtesa administrative, Aron u ndal dhe shikoi Elenën me diçka si admirim. Kjo ishte mbresëlënëse. Mënyra si u pozicionove, zgjidhja që propozove. Ke talent natyror për negociata.
Elena ngriti supet, ende duke përpunuar gjithçka. Unë thjesht thash atë që po mendoja. Ndonjëherë kjo është gjithçka që na duhet, tha Aron. Ndershmëri e pa filtër. Ai shikoi Teon. Ju të dy bë të mirë. Pavarësisht se çfarë vendos këshilli, ju mbrojtët veten. Në ditët në vijim, Elena vuri re ndryshime të holla në sjelljen e nxënësve të tjerë. Disa filluan të uleshin më pranë saj në orë, ta përshëndesnin në korridore. Një vajzë e quajtur Olja, e cila nuk kishte folur kurrë me të më parë, e ftoi të studionin së bashku në bibliotekë. Pak nga pak, Elena kuptoi se nuk ishte aq vetëm sa mendonte. Një pasdite, ndërsa studionte me Oljen dhe Teon në bibliotekë, një vajzë ju afrua me ndrojtje. Ishte Klara, një nxënëse e vitit të tretë që Elena e njihte nga pamja. Mund të flas me ju? Sigurisht, tha Teo, duke i lënë vend të ulej. Klara shikoi përreth nervozisht para se të fliste qetësisht. Unë e pash çfarë ndodhi atë ditë. Në zhveshtore. Po kaloja nëpër korridor dhe pash Markon dhe të tjerët duke hyrë. Dëgjova britma dhe zhurmë goditjesh. Por kisha frikë të thoja diçka sepse familja e Markos është e fuqishme. Babai im punon për ta. Elena ndjeu zemrën e saj të rrahë më shpejt. Do të dëshmoje për këtë? Zyrtarisht. Klara kafshoi buzën. Dua. Por babai im do të humbas punën. Jemi unë, babai im dhe motra ime e vogël. Nuk mund të përballojmë të bëjmë armiq. Teo preku butësisht krahun e Klarës. Askush nuk do të fajsoj për mbrojtjen e familjes tënde. Ne e kuptojmë. Por nuk është e drejtë, tha Klara, lotët filluan t'i binin. Ju po thuaj se humbët gjithçka duke bërë gjën e duhur. Dhe unë jam këtu, duke pasur frikë të them të vërtetën për shkak të parave. Olja, e cila kishte qëndruar e qetë deri atëherë, foli. Ndoshta nuk ka nevojë të jetë zyrtare. Ndoshta vetëm t'u tregosh njerëzve të duhur mjafton. Si ashtu, pyeti Elena. Olja buzëqeshi. Thashethemet funksionojnë në të dyja anët. Marko dhe të tjerët përdorin thashetheme për të kontrolluar njerëzit. Pse të mos përdorim të vërtetën në të njëjtën mënyrë? Në ditët në vazhdim, diçka interesante filloi të ndodhte. Histori rreth asaj që kishte ndodhur vërtet në zhveshtore filluan të qarkullonin. Jo si thashetheme të paqarta, por si rrëfime specifike nga njerëz që kishin parë ose dëgjuar gjëra. Klara u tregoi diskretisht disa shoqeve të ngushta. Këto shoqe u treguan të tjerave. Dhe shpejt, narrativ po ndryshonte. Marko e vuri re ndryshimin. Elena e pa atë në korridore, fytyra e tij e kuqe nga zemërimi, duke diskutuar me miqt e tij. Ata e dinin se po humbnin kontrollin e historisë. Dhe njerëzit me pushtet urrejnë të humbin kontrollin. Ishte një pasdite e martë kur gjithçka arriti kulmin. Elena po dilte nga ora e matematikës kur Marko e ngushtoi në një korridor të zbrazët. Dy miqt e tij bllokuan daljet dhe për herë të parë Elena ndjeu frikë reale. Ti mendon se je e zgjuar, apo jo, tha Marko, duke u afruar. Mendon se mund të na akuzosh pa pasoja? Unë nuk akuzova askënd, tha Elena, duke e mbajtur zërin të fortë. Unë thjesht thash të vërtetën për atë që pash dhe dëgjova. E vërteta jote po shkatëron reputacionet tona, tha njëri nga miqtë e Markos. Familjet tona po vënë në dyshim fjalën tonë. Ndoshta duhet, u përgjigj Elena. Ju po thuaj se vritët dik. Ai rëshiti, këmbënguli Marko. Ishte një aksident. Atëherë pse ikët? Pse e lat aty duke gjakosur? Sepse nuk është problemi ynë, tha Marko ftohtësisht. Njerëz si ai nuk kanë rëndësi. Njerëz si ti nuk kanë rëndësi. Ju jeni këtu për bamirësi. Mos e harroni kurrë këtë. Elena ndjeu zemërimin e vjetër të ngrihej, por këtë herë ishte ndryshe. Nuk ishte zemërimi i pafuqishëm i dikujt pa pushtet. Ishte zemërimi i fokusuar i dikujt që e dinte vlerën e saj. Ju gaboni. Të gjithë njerëzit kanë rëndësi. Dhe një ditë do ta mësoni këtë në mënyrë të lehtë ose të vështirë. Marko bëri një hap kërcënues përpara, por një zë preu ajrin. A ka ndonjë problem këtu? Ishte Luka, i ndalur në hyrje të korridorit me një shprehje serioze. Marko dhe miqt e tij u tërhoqën menjëherë, pozicionet e tyre ndryshuan në diçka më respektuese.
Asnjë problem, profesor, tha Marko me një buzëqeshje të shtirë. Thjesht po flasim. Atëherë sugjeroj që të vazhdoni këtë bisedë diku tjetër. Luka i mbajti sytë fiksuar mbi ta derisa u larguan duke murmuritur. Kur mbeti vetëm me Elenën, shpreha e tij u zbut. Je mirë? Elena tundi kokën, ende duke u dridhur paksa. Faleminderit që u shfaqe. Po kaloja këtu, tha Luka. Por Elena, duhet të kesh kujdes. Këta djem po ndihen të kërcënuar. Dhe njerëzit e kërcënuar mund të jenë të rrezikshëm. E di, tha Elena. Por nuk do të ndaloj së thënuri të vërtetën vetëm sepse ata ndihen të kërcënuar. Luka buzëqeshi. Gjyshi yt do të ishte krenar. Por mbaj mend se kuraja nuk do të thot pamaturi. Ka një ndryshim mes mbrojtjes së drejtës dhe vënies së vetes në rrezik të panevojshëm. Atë natë, Elena bisedoi me Rozën për incidentin. Nëna e saj dëgjoi me vëmendje në rritje dhe kur Elena mbaroi, Roza pshertiu thellë. Ndoshta duhet të konsiderojmë transferimin tënd në një shkollë tjetër. Diku ku të jesh e sigurt. Jo, tha Elena me vendosmëri. Ikja nuk zgjidh asgjë. Vetëm u mëson këtyre njerëzve se mund të vazhdojnë të bëjnë çfarë të duan pa pasoja. Roza shikoi vajzën e saj me një përzierje krenarie dhe shqetësimi. Ti je aq kokfort. Saktësisht si gjyshi yt. Elena buzëqeshi. Ai gjithmonë thoshte se vlerat nuk vlejnë asgjë nëse nuk je i gatshëm ti mbrosh. Ai e thoshte këtë, u pajtua Roza. Dhe ai jetoi sipas kësaj, edhe kur i kushtoi shtrenjtë. Ajo mori dorën e Elenës. Thjesht më premto se do të jesh e kujdesshme. Që nuk do të vësh veten në situata të rrezikshme pa nevojë. Premtoj, tha Elena dhe e kishte fjalën. Por edhe ndërsa bënte premtimin, Elena e dinte se konflikti ishte larg përfundimit. Marko dhe miqtë e tij nuk do të hiqnin dorë thjesht. Dhe hetimi zyrtar ishte ende në vazhdim me një rezultat të pasigurt. Shkolla ishte një fushë betejë dhe Elena kishte zgjedhur anën e saj. Tani do të duhej të jetonte me pasojat e kësaj zgjedhjeje. Atë natë, e shtrirë në shtratin e saj, Elena mendoi për gjyshin Pjetër. Ajo kujtoi historik që ai tregonte për luftën, për zgjedhje të pamundura dhe kur ajo nën zjarr. Ai gjithmonë thoshte se gjëja më e vështirë në jetë nuk ishte të dija se çfarë ishte e drejtë, por të kishe kurajën të bëje atë që ishte e drejtë kur kushtonte shtrenjtë. Tani ajo kuptonte çfarë donte të thoshte. Ajo e dinte se ditët dhe javët në vijim do të ishin sfiduese. Se Marko dhe miqtë e tij ndoshta do të përpiqeshin të hakmereshin. Se hetimi mund të mos rezultonte në drejtësi. Por ajo gjithashtu e dinte se kishte bërë zgjedhjen e duhur. Dhe se, çfarëdo që të ndodhte, ajo mund të shite veten në pasqyrë dhe të ishte krenare për personin që shite të reflektuar aty. Jashtë, nata ishte e ftohtë dhe e kthjellët, me yje që shkëlqenin në qiellin e errët. Elena i vëzhgoi nga dritarja, duke menduar për gjithçka që kishte ndryshuar në kaq pak kohë. Vetëm disa javë më parë, ajo ishte vetëm një bursiste e padukshme, duke u përpjekur të mbijetonte pa bërë zhurmë. Tani, ajo ishte dikush që ishte ngritur, që kishte zgjedhur të vepronte, që kishte zbuluar se zëri i saj kishte rëndësi. Dhe nuk kishte kthim pas nga kjo. Nuk kishte si të kthehej në të padukshme pasi ishte parë. Nuk kishte si të heshte pasi kishte gjetur zërin e saj. Elena kishte kaluar një vijë dhe tani i mbetej vetëm të ecte përpara, kudo që ta çonte kjo rrugë. Muaji janar solli një nxehtësi mbytëse në kryeqytet. Kondicioneri i shkollës funksiononte në mënyrë të çrregullt dhe nxënësit lëviznin nëpër korridore me një letargji që pasqyronte klimën shtypse. Elena sapo kishte përfunduar një provim kimie kur u thirr sërish në zyrën e drejtorit. Këtë herë, megjithatë, edhe Teo u thirr. Ata u takuan në korridor duke shkëmbyer shikime të shqetësuara. Ke ide se çfarë është? Pyeti Teo. Elena tundi kokën. Por nuk mund të jetë mirë. Ata na thërrasin së bashku vetëm kur ka probleme. Brenda zyrës, atmosfera ishte e rëndë. Filip ishte ulur në karrigen e tij me një shprehje serioze. Aron ishte i pranishëm sërish, ashtu si Alban, avokati. Por këtë herë kishte edhe dikush tjetër, një grua elegante me flokë të zinj të kapur në një topuz të patëmet dhe sy që dukeshin se shinin gjithçka. Kjo është Ana, drejtoresha e këshillit shkollor, tha Filip. Ajo është këtu sepse kemi marrë një akuzë zyrtare kundër jush të dyve.
Elena ndjeu stomakun e saj të shtrëngoi. Çfarë lloj akuze? Ana hapi një dosje para saj. Marko dhe miqtë e tij kanë paraqitur një ankesë duke pretenduar ngacmim sistematik. Ata pohojnë se ju të dy filluat një fushat shpifjesh kundër tyre, duke përhapur thashet e me dashakeqe dhe duke kthyer nxënësit e tjerë kundër tyre. Kjo është absurde, tha Teo menjëherë. Ne thjesht treguam të vërtetën për atë që ndodhi. Ana e shikoi ftohtësisht. Çështja është se e vërteta, siç e quani ju, nuk mund të provohet. Dhe ndërkohë, 3 studentë po vuajnë pasoja të rënda sociale. Familjet e tyre po konsiderojnë të padisin shkollën për mosmbrojtjen e tyre siç duhet. Aron u përkul përpara. Më lejoni të kuptoj sakt. Djali im sulmohet dhe pothuajse humbet jetën. Vajza e re që e shpëtoi kërcënohet dhe ngacmohet. Dhe tani ju po më thoni se agresorët janë viktimat? Situata është e ndërlikuar, zoti Aliu, tha Ana diplomatikisht. Dhe Këshilli beson se zgjidhja më e mirë për të gjithë do të ishte një ndarje e përkohshme e të përfshirëve derisa emocionet të qetësohen. Ndarje, përsëriti Elena. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se po propozojmë një transferim vullnetar të një prej grupeve të përfshira në një njësi tjetër të shkollës ose në një institucion partner. Ana shikoi drejt për drejt Elenën. Duke pasur parasysh rrethanat dhe duke marrë parasysh se Marko dhe miqtë e tij kanë lidhje familjare të gjata me këtë institucion, ne sugjerojmë që ju dhe Teo të konsideroni transferimin. Elena ndjeu sikur i kishte rënë një grusht në stomak. Ju doni që ne të largohemi? Pas gjithë asaj që ndodhi, ne duhet të largohemi? Është vetëm një sugjerim, tha Filip shpejt. Një sugjerim që besojmë se është në interesin më të mirë të të gjithëve. Aron u ngrit papritur. Kjo është e papranueshme. Ju po shpërbleni sjelljen e tyre dhe po ndëshkoni viktimat. Alban preku krahun e Aronit. Zoti Aliu, ndoshta duhet ta diskutojmë këtë privatisht. Nuk ka asgjë për të diskutuar, tha Aron, zëri i tij i prerë. Djali im nuk po shkon askund. Dhe nëse kjo shkollë nuk mund të mbrojë nxënësit e saj siç duhet, atëherë ndoshta është koha për të rishqyrtuar të gjithë marrëdhënien tonë. Ana qëndroi e qetë. E kuptojmë frustrimin tuaj, zoti Aliu. Por duhet të mendojmë për të mirën më të madhe të komunitetit shkollor. Tensioni aktual po prek të gjithë nxënësit. Prindërit janë të shqetësuar. Donacionet po vihen në dyshim. Pra, bëhet fjalë përpara, tha Teo me hidhërim. Si gjithmonë. Bëhet fjalë për stabilitet, korrigjoi Ana. Dhe për të bërë zgjedhje të vështira për të mirën e të gjithëve. Elena shërkorti janë, duke parë zemërimin dhe zhgënjimin në sytë e tij. Pastaj shikoi Aronin, Albanin, Filipin dhe Anën. Të gjithë këta të rritur të fuqishëm, duke bërë lojra politike ndërsa flisnin për të bërë atë që ishte e drejtë. Dhe pa pritur, ajo u ndje e lodhur nga gjithë kjo. Mund të flas, tha Elena, zëri i saj preu tensionin. Të gjithë u kthyen nga ajo. Sigurisht, tha Filip. Elena mori frym thellë. Unë e kuptoj pozicionin tuaj. Kuptoj se është më e lehtë të na transferoni se sa të përballeni me familje të fuqishme. Kuptoj se parat flasin më shumë se drejtësia në këtë vend. Ajo bëri një pauzë. Por ja çështja. Nëse na transferoni, ju vetëm u mësoni Markos dhe miqve të tij se ata mund të bëjnë çfarë të duan pa pasoja. Ju u mësoni të gjithë nxënësve të tjerë se pushteti dhe parat kanë më shumë rëndësi se karakteri. Dhe ju na mësoni mua dhe Teo se nuk ka rëndësi çfarë bëjmë, ne kur nuk do të jemi të mjaftueshëm. Ana hapi gojen për të kthyer përgjigje, por Elena vazhdoi. Pra, ja kundër propozimi im. Bëni një asamble shkollore. Mblidhni të gjithë nxënësit dhe mësuesit. Lëreni Markon dhe miqtë e tij të paraqesin versionin e tyre të asaj që ndodhi. Dhe lëreni Teon dhe mua të paraqesim tonën. Lëreni të gjithë komunitetin shkollor të dëgjojë të dyja palët dhe të vendos vetë se çfarë të besojë. Heshtja që pasoi ishte absolute. Ana dhe Filip shkëmbyen shikime të alarmuara. Kjo do të ishte shumë e parregullt, tha Filip më në fund. Do të ishte e ndershme, u përgjigj Elena. Dhe a nuk është kjo ajo që shkollat duhet të mësojnë? Ndershmëri? Transparencë? Përgjegjshmëri? Aron buzëqeshi ngadalë. Më pëlqen kjo ide. Publikisht në mënyrë transparente.
pa takime sekrete apo marrëveshje prapa skenave. Ana hezitoi. Kjo mund të krijojë më shumë ndarje. Ta shndërroj këtë në një spektakël. Ose mund të sjell më në fund një mbyllje, tha Theo. Njerëzit meritojnë të dinë të vërtetën. Të gjithë njerëzit. Alban u përkul dhe i përshpëriti diçka Aronit. Aron tundi kokën, pastaj u kthye nga Ana dhe Filip. Kompania ime është e gatshme të bëjë një donacion thelbësor për një program të ri ndërmjetësimi dhe zgjidhjeje konfliktesh në shkollë. Por vetëm nëse kjo situatë zgjidhet në mënyrë të drejtë dhe transparente. Nëse kjo do të thotë një asamble publike, atëherë le të jetë. Ana kafshoi buzën, qartazi duke llogaritur implikimet. Do të më duhet të konsultohem me këshillin e plotë. Por do ta marr propozimin tuaj në konsiderat. Pas takimit, Elena, Theo dhe Aron dolën së bashku. Pasi dolën nga ndërtesa administrative, Aron u ndal dhe shikoi Elenën me diçka si admirim. Kjo ishte mbresëlënëse. Mënyra si u pozicionove, zgjidhja që propozove. Ke talent natyror për negociata. Elena ngriti supet, ende duke përpunuar gjithçka. Unë thjesht thash atë që po mendoja. Ndonjëherë kjo është gjithçka që na duhet, tha Aron. Ndershmëri pa filtr. Ai shikoi Theon. Ju të dy bë të mirë. Pavarësisht se çfarë vendos këshilli, ju mbrojtët veten. Në ditët në vijim, lajmi i propozimit të asamblesë u përhap nëpër shkollë. Reagimet ishin të ndryshme. Disa nxënës ishin të emocionuar nga ideja, duke e parë si një shans për të kuptuar më në fund se çfarë kishte ndodhur vërtet. Të tjerë ishin nervoz, duke pasur frikë se kjo do të krijonte vetëm më shumë dramë. Luka kërkoi Elenën pas një ore mësimi. Dëgjova për asamblen e propozuar. Ishte guximtare nga ana jote ta sugjeroje këtë. Ose budallaqe, tha Elena me një buzëqeshje të lodhur. Ende nuk kam vendosur. Kuraja dhe budallallku ndonjëherë duken e njëjta gjë, pranoi Luka. Dallimi është në rezultat. Ai u mbështet në mur, por jam krenar për ty ti mund të kishe pranuar transferimin, të filloje nga e para diku tjetër. Por zgjodhe të qëndrosh dhe të luftosh. Gjyshi im gjithmonë thoshte se ikja nuk i zgjidh problemet, vetëm i shtyn, tha Elena. Ai ishte një burr i mençur, vuri re Luka. Ti e mban mirë trashëgimin e tij. Një javë më vonë, këshilli shkollor bëri publik vendimin e tij. Do të kishte një asamble, por me kushte të rrepta. Do të moderohej nga një ndërmjetës neutral. Vetëm fakte të verifikueshme mund të paraqiteshin. Dhe të gjithë pjesëmarrësit do të pajtoheshin paraprakisht të respektonin procesin dhe të pranonin vendimin e komunitetit. Elena kaloi ditët në vijim duke u përgatitur. Luka e ndihmoi të organizonte dëshminë e saj, duke u siguruar që të ishte e qartë dhe faktike. Theo bëri të njëjtën gjë. Olja dhe Klara u ofruan të dëshmonin për atë që kishin parë dhe dëgjuar. Ngadalë, pjesë-pjesë, e vërteta filloi të dilte në dritë. Marko, nga ana e tij, po përgatitej gjithashtu. Elena e shite atë në korridore, gjithmonë i rrethuar nga avokatët dhe konsulentët që prindërit e tij kishin punësuar. Ajo e dinte se ai nuk do të pranonte thjesht fajin. Do të luftonte me të gjitha mjetet që paratë dhe lidhjet e tij mund të blinin. Natën para asamblesë, Elena pati vështirësi të flinte. U kthye në shtrat duke menduar për gjithçka që mund të shkonte keq. Po sikur të ngrihej, po sikur askush të mos e besonte. Po sikur Marko të ishte më bindës. Roza hyri në dhomën e saj vonë natën duke sjell çaj të nxehtë. Nuk po të zë gjumi? Elena u ul duke pranuar filxhanin. Jam nervoze. Nesër do të vendoset gjithçka. Roza u ul në buzë të shtratit. Më lejo të tregoj një histori që gjyshi yt më tregoi një herë. Gjatë luftës, ai u ngarkua me një mision të rrezikshëm. Duhej të çonte një mesazh të rëndësishëm nëpër territorin armik. Natën para, ai nuk mundi të flinte, duke menduar për gjithçka që mund të shkonte keq. Dhe çfarë bëri? Pyeti Elena. Ai i tha vetes se, pavarësisht se çfarë do të ndodhte, ai kishte bërë më të mirën që mundej për t'u përgatitur. Se ndonjëherë duhet të besosh në veten tënde dhe të lësh pjesën tjetër të ndodhë. Roza preku fytyrën e Elenës butësisht. Ti bëre gjithçka që mundje. Tani, thjesht duhet të besosh në veten tënde.
Elena fjeti më mirë pas kësaj, e përkundur nga fjalët e nënës së saj dhe kujtimet e gjyshit të saj. Kur u zgjua në mëngjesin pasues, kishte një qartësi në mendjen e saj. Ajo e dinte çfarë duhej të bënte. E dinte kush ishte. Dhe kjo do të duhej të ishte e mjaftueshme. Asambleja ishte caktuar për në orën 10 të mëngjesit. Auditoriumi i shkollës ishte i mbushur kur Elena dhe Teo arritën. Të gjithë nxënësit ishin të pranishëm, ashtu si mësuesit, anëtarët e këshillit dhe madje edhe disa prindër. Ndërmjetësi, një burr i qetë i quajtur Viktor, ndryshe nga zëvendës drejtori, shpjegoi rregullat. Çdo palë do të kishte kohë për të paraqitur versionin e saj. Dëshmitarët mund të thirreshin. Në fund, komuniteti do të votonte për atë që besonte se ishte e vërteta. Marko foli i pari. Ai ishte i artikuluar dhe simpatik, duke pikturuar një imazh të vetes si viktimë e një hakmarrjeje personale. Ai pranoi se kishte qenë në zhveshtore atë ditë, por këmbënguli se Teo ishte tashmë në dysheme kur ai arriti. Tha se u përpoq të ndihmonte, por se Teo e largoi duke thënë se ishte mirë. Marko qau duke përshkruar se si reputacioni i tij ishte shkatëruar nga thashethe me dashakeqe. Ishte një performancë bindëse. Elena pa disa antar të audiencës duke tundur kokën me simpati. Ndjeu besimin e saj të lëkundej. Si mund të konkuronte ajo me këtë? Pastaj ishte radha e saj. Elena shkoi drejt skenës duke ndjerë të gjitha qindra syt mbi të. Për një moment, ajo ngriu. Pastaj pa Rozën në audiencë duke tundur kokën inkurajueshëm. Pa Lukën me një buzëqeshje mbështetëse. Pa Teon, i cili ishte bërë miku i saj përmes gjithë kësaj sprove. Dhe filloi të fliste. Jo me lot apo dram, por me ndershmëri të thjeshtë dhe të drejtë për drejtë. Tregoi atë që kishte dëgjuar, atë që kishte parë, atë që kishte ndjerë. Përshkroi frikën që kishte ndjerë kur kishte hyrë në atë zhveshtore, duke e ditur se mund të humbiste gjithçka. Shpjegoi pse e kishte bërë gjithsesi, sepse disa gjëra ishin më të rëndësishme se siguria personale. Kur mbaroi, auditoriumi ishte në heshtje absolute. Pastaj Teo foli duke përshkruar muajt e frikësimit, sulmet fizike në rritje, ndjenjen e pafuqisë. Klara dëshmoi për atë që kishte dëgjuar. Olja foli për ndryshimin që kishte parë në kulturën shkollore. Ndërmjetësi thiri dëshmitar shtesë. Punonjës të pastrimit që kishin parë Markon dhe miqtë e tij duke dalë me nxitim nga zhveshtoria. Një infermier që kishte dokumentuar plagët e Teos duke vënë në dukje se ato ishin të papajtueshme me një rënje të thjeshtë. Ngadalë, pjesë-pjesë, e vërteta doli në dritë. Kur erdhi koha për të votuar, Elena mbylli sytë. Ajo e dinte se kishte bërë më të mirën që mundej. Tani ishte koha për të besuar. Për të besuar në të vërtetën. Për të besuar në drejtësinë. Për të besuar se ndonjëherë të bësh gjën e duhur mjafton. Rezultati i votimit u njoftua nga ndërmjetësi me zë solemn. Komuniteti shkollor me shumicë dërmuese besonte në versionin e Elenës dhe Teos. Marko dhe dy miqtë e tij u konsideruan përgjegjës për sulmin. Heshtja në auditor u pasua nga një murmurim në rritje i bisedave. Elena ndjeu gjunjët e saj të lëkundeshin nga lehtësimi dhe Teo i mbajti krahun për ta stabilizuar. Marko ishte i zbetë, prindërit e tij pranë tij me shprehje të zemëruara. Ata u ngritën dhe u larguan shpejt, të ndjekur nga Marko dhe avokatët e tij. Por para se të largohej plotësisht, Marko shikoi prapa, sytë e tij takuan ata të Elenës për një moment të shkurtër. Nuk kishte zemërim aty tani, vetëm diçka që dukej si humbje dhe vetëm ndoshta, një shkëndij turpi. Në ditët që pasuan, ndryshime të rëndësishme përshkuan shkollën. Këshilli votoi për përjashtimin e përkohshëm të Markos dhe dy miqve të tij, me kushtin që ata të përfundonin një program edukimi mbi ngacmimin dhe dhunën para se të mund të ktheheshin. Familjet e tyre, megjithse fillimisht të zemëruara, përfundimisht pranuan kushtet pas negociatash të gjera me Aronin dhe Këshillin. Por ndryshimi më i rëndësishëm nuk ishte në dënimet apo politika. Ishte në atmosferën e shkollës. Nxënësit filluan të flisnin më hapur për ngacmimin dhe padrejtësinë. Grupe mbështetëse u formuan. Dhe Elena e gjeti veten në qendër të një transformimi që ajo kur nuk kishte imagjinuar të ishte pjesë. Një mëngjes të ftohtë shkurtori, me vitin shkollor tashmë të avancuar, Luka thiri Elenën për një bisedë pas orës.
Ata ecën deri në një kopsht të qetë në anën e pasme të shkollës, ku stolat prej druri ishin nën hijen e pemëve të vjetra. Dua të tregoj diçka, filloi Luka, duke u ulur. Pse u ktheva vërtet në këtë shkollë? Elena u ul pranë tij, kurioze. Mendova se ishte për të mentoruar nxënësit. Kjo ishte pjesë e arsyes, pranoi Luka. Por kishte më shumë. Kur unë isha student këtu, kalova të njëjtën gjë si ti dhe Teo. Frikësimin, ndjenjen e të mos i përkasësh, luftën konstante për të provuar vlerën time. Ai bëri një pauzë, duke parë qiellin. Dhe pata dikë që më ndihmoi. Një mësues që pa përtej bursistit të varfër dhe njohu potencialin tim. Kush ishte? Pyeti Elena. Gjyshi yt, tha Luka butësisht. Elena qëndroi e palvizur, duke përpunuar këtë zbulim. Gjyshi im? Por ai nuk punoi kurrë këtu. Jo si punonjës, shpjegoi Luka. Por ai bënte punë mirëmbajtjeje të rastësishme në kopshte. Dhe një ditë, më gjeti duke qarë pas tribunave pasi isha poshtëruar publikisht. Ai ul me mua, tregoi histori për kurajen dhe rezistencën, për të mbajtur dinjitetin tënd edhe kur të tjerët përpiqen ta heqin atë nga ti. Ai bëri një pauzë, i emocionuar. Ai më shpëtoi, Elena. Jo vetëm atë ditë, por shumë herë më pas. Dhe kur ai vdiq, unë i premtova vetes se do të nderoja trashëgimin e tij duke ndihmuar nxënës të tjerë si unë. Si ty. Lotët rridhnin në fytyrën e Elenës. Ajo nuk e dinte këtë pjesë të jetës së gjyshit të saj. Nuk e dinte se ai kishte prekur jetë të tjera në mënyrën si kishte prekur të sajën. Pse nuk madhe kur këtë më parë? Doja që ti të gjeje forcën tënde së pari, tha Luka. Pjetër më mësoi se nuk mund t'i japësh kur ajo dikuj. Personi duhet ta zbuloj vetë. Gjithçka që mund të bësh është të jesh aty kur ajo ka nevojë. Elena përqafoi Lukën, duke ndjerë një lidhje të thellë jo vetëm me të, por edhe me kujtimin e gjyshit të saj. Faleminderit. Që je këtu. Që e nderoje atë në këtë mënyrë. Kur u ndan, Luka buzëqeshi. Ti e di që ai do të ishte pabesueshmërisht krenar për ty, apo jo? Për atë që bëre, për personin që u bëre. Shpresoj, tha Elena butësisht. Javët u shndërruan në muaj dhe jeta në shkollë gjeti një ritëm të ri. Teo dhe Elena u bën miq të pandashëm, të bashkuar nga ajo që kishin kaluar së bashku. Roza po lulëzonte në pozicionin e saj të ri, duke marrë më në fund respektin që gjithmonë kishte merituar. Dhe Aron u bë një prani konstante por jo intrusive, duke u shfaqur her pas here për dreka dhe biseda. Një pasdite prilli, Elena po studionte në bibliotekë kur mori një mesazh të papritur. Ishte nga Marko. Ai kërkonte të takojë me të vetëm për të folur. Elena hezitoi, por kurioziteti dhe ndoshta një ndjenjë mbylljeje e bëri të pranonte. Ata u takuan në një kafene të vogël pranë shkollës, territor neutral. Marko arriti duke i ndryshe. Më pak arrogant, më i përulur. Ai porositi kafe për të dy dhe pastaj qëndroi i qetë për një kohë të gjatë para se të fliste. Nuk e di si të filloj, tha ai më në fund. Më vjen keq duket e papërshtatshme pas gjithçkaje që bëra. Por është gjithçka që kam. Elena piu një glënjë kafeje duke pritur. Programi që u detyrova të bëja, vazhdoi Marko, më bëri të kuptoj shumë gjëra. Për privilegjin, për pushtetin, për mënyrën si i përdora të dyja për të lënduar njerëzit. Ai shikoi duart. Familja ime gjithmonë më ka mësuar se disa njerëz janë më të rëndësishëm se të tjerët. Separat dhe statusi përcaktojnë vlerën. Dhe unë kur nuk e vura në dyshim këtë derisa u detyrova të përballem me pasojat e besimit në këtë. Dhe tani, pyeti Elena. Tani e dija se kisha gabuar, tha Marko thjesht. Plotësisht, tmerrësisht gabuar. Ti shpëtove jetën e Teos kur unë e lash të kalonte atë. Ti rrezikove gjithçka për dikë që as nuk e njihje. Kjo më bëri të vija në dyshim gjithçka që mendoja se dija për vlerën dhe karakterin. Elena studioi fytyrën e tij duke kërkuar shenja falsiteti. Por gjithçka që pa ishte pendim i vërtetë. Nuk e di nëse mund të fal. Jo ende. Por të falenderoj që pranon atë që bëre. E kuptoj, tha Marko. Dhe nuk pres falje. Thjesht doja që ti të dije se kam ndryshuar. Ose të paktën, po përpiqem të ndryshoj. Ai u ngrit për të ikur, pastaj u ndal. Një gjë e fundit.
Ajo që the në asamble, për atë se si të gjithë meritojnë dinjitet dhe respekt, pavarësisht nga origjina e tyre. Kjo më mbeti në mendje. Dhe do ta mbaj me vete për pjesën tjetër të jetës sime. Pasi Marko u largua, Elena qëndroi ulur vetëm, duke menduar për udhëtime dhe transformime. Për atë se si njerëzit mund të ndryshojnë nëse kanë kurajën të përballen me gabimet e tyre. Ajo nuk e dinte nëse Marko kishte ndryshuar vërtet apo nëse kjo ishte thjesht e përkohshme. Por ajo zgjodhi të besonte në mundësinë e shpëtimit, sepse kështu do të kishte bërë gjyshi i saj. Fundi i vitit shkollor erdhi me një ceremoni diplomimi për nxënësit e vitit të fundit. Edhe pse Elena kishte ende një vit përpara, ajo u ftua në ceremoni si e ftuar speciale. Drejtori Filip mbajti një fjalim mbi vlerat dhe karakterin, dhe megjithse nuk e përmendi Elenën me emër, ishte e qartë për të gjithë se për kë po fliste. Pas ceremonisë, Aron ju afrua Elenës dhe Rozës me Teon pranë tij. Kam diçka për ju, tha ai, duke i dhënë një zarf Rozës. Roza e hapi dhe gjeti dokumente ligjore. Sytë e saj u zgjeruan ndërsa lexonte. Aron, kjo është shumë. Është një kontratë prone, shpjegoi Aron. Shtëpia ku jetoni. Po ua transferoj aktin e pronësisë juve, Roza. Nuk do të jetë më banesë punonjësish. Do të jetë shtëpia juaj, pronë juaj. Roza filloi të qante dhe Elena e përqafoi fort, duke ndier lotët e saj që i binin. Ne nuk mund ta pranojmë këtë, tha Roza përmes lotëve. Është shumë. Nuk është e mjaftueshme, tha Aron butësisht. Jo pas asaj që bëte për djalin tim. Për jetën që shpëtuat. Për mësimet që dhate. Kjo është mënyra ime për t'ju falënderuar. Teo bëri një hap përpara, duke parë Elenën me një shprehje të ndrojtur. Dhe unë kam diçka për ty gjithashtu. Ai i dha një kuti të vogël. Elena e hapi dhe gjeti një medalion argjendi. Brenda kishte një foto të gjyshit të saj pjetër në njërin anë dhe një mbishkrim në anën tjetër që thoshte: kuraja nuk është mungesa e frikës, por gatishmëria për të vepruar pavarësisht saj. Luka më ndihmoi ta bëja këtë, shpjegoi Teo. Ai më dha një foto të gjyshit tënd që kishte ruajtur që kur ishte student këtu. Mendova se do të dëshiroje të kishe diçka për ta mbajtur atë me vete gjithmonë. Elena mbylli medalionin në grushtin e saj, e path të fliste përmes emocionit që e mbyti. Më në fund, ajo arriti të përshpëriste, është perfekte. Faleminderit. Atë natë, në shtëpi, Elena dhe Roza u ulën së bashku në verandën e shtëpisë së tyre, shtëpia e tyre tani, duke parë yjet. Fladi i natës ishte i butë dhe mbante aromën e luleve nga kopshti që Roza kishte mbjell. Ndonjëherë ende nuk duket reale, tha Roza butësisht. Gjithçka që ndryshoi në kaq pak kohë. Duket si një ëndër, u pajtua Elena. Por një ëndër e mirë. Gjyshi yt thoshte se jeta ka një mënyrë për t'i balancuar gjërat, reflektoi Roza. Se të bësh gjën e drejtë përfundimisht sjell shpërblime, edhe nëse nuk janë ato që presim. Elena preku medalionin rreth qafës. Ai kishte të drejtë. Si gjithmonë. Ato qëndruan ulur në heshtje për një kohë, secila e humbur në mendimet e veta. Elena mendoi për gjithçka që kishte ndodhur që nga ajo pasdite me shi të nëntorit. Si një moment i vetëm, një zgjedhje e vetme, kishte ndryshuar rrjedhën e jetës së saj. Si kuraja për të bërë gjën e drejtë, edhe kur kushtonte shtrenjtë, kishte zbuluar forca që ajo nuk e dinte se posedonte. Ajo mendoi për Teon, i cili kishte mësuar se vulnerabiliteti nuk është dobësi dhe se kërkimi i ndihmës është një akt kuraje. Mendoi për Markon, që luftonte për të çmësuar mësimet e privilegjit dhe për t'u bërë një person më i mirë. Mendoi për Lukën, që nderonte kujtimin e Pietrit duke ndihmuar brezin e ardhshëm. Mendoi për Aronin, që mësonte se mbrojtja e djalit të tij do të thoshte ta përgatiste atë për botën reale, jo ta izolojte nga ajo. Dhe mendoi për veten e saj. Për vajzën që kishte qenë e padukshme dhe e frikësuar, gjithmonë duke mbajtur kokën ulur. Dhe për gruan e re që ishte bërë, dikush që kishte gjetur zërin e saj dhe kishte mësuar ta përdorte atë. Dikush që e dinte se vlera e saj nuk përcaktohej nga parat apo statusi, por nga veprimet dhe karakteri i saj. Shkolla do të ishte ndryshe kur ajo të kthehej vitin tjetër. Ajo do të ishte ndryshe. Jo më thjesht vajza e pastrueses që përpiqej të kalonte pa u vënë re. Por Elena, studente, mikesh, mbrojtëse e drejtësisë. Dikush historia e së cilës do të tregojë si shembull kuraje dhe integriteti.
Roza theu heshtjen. Çfarë do të bësh tani? Me të gjitha këto mundësi të reja që ke? Elena mendoi për një moment. Do të studioj drejtësi. Dua të punoj me drejtësinë sociale, të ndihmoj njerëzit që nuk kanë zë ose pushtet. Dua ta bëj sistemin më të drejtë për të gjithë, jo vetëm për të privilegjuarit. Gjyshi yt do të ishte aq krenar, tha Roza, zëri i saj plot emocion. Shpresoj të përdor gjithçka që kam mësuar, tha Elena. Jo vetëm librat dhe orët, por mësimet mbi kurajen, mbi të bërë gjën e duhur, mbi të mos ulur kur kokën vetëm sepse dikush mendon se duhet. Yjet shkëlqenin si për tyre dhe nata ishte plot me mundësi. Elena e dinte se do të kishte ende sfida përpara. Do të kishte ende momente dyshimi dhe frike. Por ajo gjithashtu e dinte se kishte mjetet për t'i përballuar. Kishte forcën e gjyshit të saj në zemër, mbështetjen e nënës së saj pranë dhe besimin e të diturit kush ishte. Dhe ndoshta më e rëndësishmja, ajo kishte mësuar se një person mund të bëjë ndryshim. Se një akt kuraje mund të frymëzojë të tjerët. Se e vërteta, edhe kur është e vështirë për t'u thënë, përfundimisht triumfon. Se integriteti nuk ka çmim, por dividendet e tij janë të pafundme. Ndërsa Elena vëzhgonte yjet atë natë prilli, ajo ndjeu një paqe të thellë. Udhëtimi kishte qenë i vështirë, ndonjëherë i dhimbshëm. Por çdo hap kishte vlejtur. Çdo moment frike i ka përcyer, çdo kërcënim i përballuar, çdo herë që zgjodhi të bënte të drejtën në vend të lehtës. Ajo ishte e lirë tani. E lirë nga frika konstante e humbjes së gjithçkaje. E lirë nga nevoja për të qenë e padukshme. E lirë për të qenë saktësisht ajo që ishte, pa justifikime apo turp. Dhe kjo liri, Elena kuptoi, ishte dhurata e vërtetë. Jo shtëpia, jo bursa e plot, jo njoja. Por liria për të ecur me kokën lart, duke e ditur se ajo kishte qëndruar besnike ndaj parimeve të saj edhe kur i kishte kushtuar shtrenjë. Era fru butësisht, duke sjell aromën e luleve nga kopshti dhe Elena buzëqeshi. Kudo që të ishte gjyshi i saj tani, ajo e dinte se ai po buzëqeshte gjithashtu. Krenar për mbesën që kishte nderuar trashëgimin e tij, jo vetëm duke kujtuar fjalët e tij, por duke i jetuar ato. Dhe ndërsa nata mbështillte shtëpinë e vogël që tani ishte vërtet e tyre, Elena bëri një premtim të heshtur. Ajo do të vazhdonte të luftonte për atë që ishte e drejtë. Do të vazhdonte të mbronte ata që nuk kishin zë. Do të vazhdonte të ishte lloji i personit që bën zgjedhje të vështira sepse janë të drejta, jo sepse janë të lehta. Sepse në fund nuk bëhej fjalë për para apo status apo privilegj. Bëhej fjalë për karakterin. Bëhej fjalë për integritetin. Bëhej fjalë për të pasur kurajen të jesh kush je dhe të mbrosh atë që beson, edhe kur gjithë bota të thotë të heshtësh. Dhe Elena nuk do të heshte më kurrë. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Elenës dhe Teos t'ju ketë prekur zemrat. Për të vazhduar këtë udhëtim emocional, kemi përgatitur një playlist speciale me histori po aq magjepsëse. Gjejeni këtu duke klikuar në të maj. Nëse ju pëlqeu kjo histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të lini pëlqimin tuaj në video. Çdo ditë sjellim histori unike që eksplorojnë kompleksitetin e jetës, forcën e karakterit njerëzor dhe fuqinë e të bërit zgjedhjen e duhur. Mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme dhe na tregoni në komente cila ishte pjesa e historisë që ju emocionoi më shumë. Historia juaj gjithashtu ka rëndësi dhe ne duam ta dëgjojmë. Deri herën tjetër.